dhe mirë se erdhët nderuara zonja dhe zotrinj. Javën e kaluar u tentua të fillonte një dialog midis majorancës dhe opozitës. Temu tentua pasi u shkëmbyen letra nga kryeministri i vendit, zoti Edi Rama, siç tha edhe në këtë studio të mërkurën, i shtriu dorën sipas tij opozitës të ulen për të parë çfarë ndasish kanë përsa takon reformave kyçe të vendit. Por po siç tha në këtë studio të hënën kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, ka disa kushte përpara se të ulen në këtë tryezë bisedimi, negociatash, dhe ato lidhen pikërisht me zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për 2 mandate të deputetëve socialistë Rakip Suli dhe Valentina Leskaj. Por pse nuk u mundësua realisht dialogu dhe a ka ende gjasa për ta bërë reale ato që të gjithë e kërkojnë, veçanërisht partnerët tanë, kulturën e dialogut politik në Shqipëri. Unë kam të ftuar deputetin e Partisë Demokratike, Erdvuluk Bashi, faleminderit që ndodhesh këtu. I pari që reagoi në emër të Partisë Demokratike për statusin, për ftesën, për letrën zyrtare që kryeministri dërgoi Partisë Demokratike, dhe u ta përmbledh fjalinë e fundit që më duk më interesantja. Rama është gati të mos bihet dakord, po Basha a është gati të mos bihet dakord? Ajo që dua të saktoj ishte një reagim fare personal, nuk ishte në emër të Partisë Demokratike. Sigurisht që ishte pothuajse e pamundur mos reagoje për atë letër, për shkak se në fakt ashtu mblidhet tek fjalia e fundit, tek ajo ftesa e fundit, ashtu në atë formë mund përkthehet. Rama në një paragraf më sipër ftonte që mos dakordësive të jipesh një ptisë negociate dhe kompromisi. Pra sipas kryeministrit, ne nuk do të bijem dakord, por të paktën të dukemi si europian. Unë nuk besoj që shqiptarët kanë nevojë për të. Një përmasi munguar civilizimi. Shqiptarët, po, nuk besoj që është ky problemi. Shqiptarët kanë parë që partitë e mëdha ulen, bien dakord, bëjnë marrëveshje, sepse në çdo marrëveshje do të nisesh me pozicione ndryshme, eventualisht edhe me mos dakordsi. Po nuk është kjo çështja. Duhet shkosh dhe të zgjidhjes, jo mos dakordësisë kryeministrit, pra këmbguljes që të mos bijem dakord, ti japim këtë dukje negociate dhe kompromisi. Prandaj edhe unë shtrova atë pyetje që kishit me përmbajnë mënyrën si ishte formuluar ftesa apo me ftesën vetë? Ai ishte një reagim që ndërkohë që besoj ngërthente kritikën time të fortë për atë që lexova, sepse vërtet është e papranueshme që një kryeministër e shpall botërisht jo thjesht idenë e tij ndryshe, por qëndrimin e tij për të mos rënë dakord dhe pastaj përpiqet në atë historinë e fasadës së tij, me ato siç e kam thënë edhe në atë koment, me fjalinë llojin e një tangoje fillestare, është një para një prapa për t'i thënë Bashës, unë jam dakord, po ti je dakord. Për çfarë? Për të mos rënë dakord? Për këtë? Po është vendim fare personal dhe unë besoj. Se pati zëra që thanë që përgjigja ngjante pak me stilin e Berishës, duke ju konsideruar si njëri të afërt të tij. Kanë rastin ta dëgjojnë drejt për drejt prej meje, që ishte një reagim fare personal, me të gjithë ngarkesën që merr me vete, por që besoj që meritonte ajo letër e kryeministit Rama, meritonte gjithsesi një lloj shpotije. Cila pjesë e letrës kryeministit Rama ju bëri të shkoni të flokët? Unë besoj që ti kërkosh ose të paktën ti shesësh shqiptarëve një si kompromis mos dakordsinë. Si ulje në tryezë? Ulja në tryezë bëhet ndryshe. Ulja në tryezë bëhet ndryshe, Edi Rama e ka Inicioni një tryezë dhe ftoheni kryeministrin dhe bëheni në mënyrën tuaj. Po me që e mori përsipër kryeministri, e nisi me këmbën e majt. Unë besoj që kryeministri ka eksperjenca të mëhershme për uljen në një tryezë, me ftesë tonën apo me ftesë të tij. Kemi patur madje kompromise besoj historike. Ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 janë ndër ndryshimet më të rëndësishme që janë bërë kushtetues deri më sot. E kanë bërë kushtetuesën të funksionojë. Të rëndësishme, thoni ju, se më që keni bërë vetë. Dhe të njëjtën gjë thoshte edhe Edi Rama përpara se të tij ta vinin në Trekëndësh. Por unë besoj që kompromiset më dha dhe ftesa për tryeza janë bërë më përpara. Ju duhet t'ju kujtoj këtu që në datën 5 prill të vitit 2002, dhe sot mos gaboj është data 5 prill. Sot është 4, po prilli që nga muaj pra, në në datën 5 prill të vitit 2002 ka qenë një marrëveshje e madhe historike midis Nanos dhe Berishës. Dhe një marrëveshje e cila u parapri nga rreth 2 ose 3 muaj negociatash intensive, derisa u arrit në atë firmosje marrëveshje. Pra, shqiptarët kanë parë shumë më mirë se sa ti ofrosh që të bijem dakord që të mos bijem dakord. Arion Sullo, kryeredaktor i Gazetës Mapo, faleminderit që ndodhesh sonte këtu. Nëse ke një pyetje drejt për drejt për Erdin?
Para se të vazhdojmë më pas me pyetjet që kemi. Po, më lini një pyetje gjatë bisedës. Duke besuar plotësisht se deklarata e zotit Bylykbashi është, domethënë, mbështetet mbi bindjen e tij personale, mbi përmbajtjen e dobët të letrës dhe mbi fasadën që ju mendoni se ajo transmeton. Ama ka një gjë që duket si teknike e cila e minoi, për mos thënë e hodhi në erë atë mundësi të pakët që ishte, sepse ju reaguat kur zoti Basha, të cilit i drejtohet letra, nuk ishte reaguar. Kjo është ajo që më bën dhe bën opinionin publik dhe Ilven që të pyes që pak e çuditshme. Dhe ishte koha e zgjedhur kur kryetari i partisë nuk ishte deklaruar akoma, nuk ishte përgjigjur akoma dhe tha që do marr kohë. Dhe përgjigja e tij ishte, domethënë, refuzuese, por me një gjysmë portë e hapur. Kurse juaja ishte determinante për jo. Në fakt ajo që thoja unë pra ju e para thatë. Në fakt ajo që unë thoja në atë reagim ishte që nuk mundet të ftosh, pra nuk mund të jesh serioz kur fton për të mos rënë dakord. Për të rënë dakord jemi të gatshëm. Për të rënë dakord jemi të gatshëm në çdo moment të ulim dhe diskutojmë. Ajo ishte pak stilistike, domethënë qoftë edhe për të mos rënë dakord. Nuk ka rëndësi. Ai është reagimi im personal dhe unë i qëndroj asaj, mund ta përsëris tani. Ndërkohë që reagimi zyrtar është ai që erdhi nga kryetari Basha. Letra është mjaft e qartë. Neve nuk mund të ulemi përvetëse për gjëra që kanë karakter kushtetues. Për gjëra që kanë karakter jo kushtetues, është e kotë që diskutojmë. Por neve jo mos e thuaj kështu se e the është fjalë rënd kjo që çfarë do të thotë? Letra ka karakter jo kushtetues? Jo, për çështjet. Për çështje jo kushtetuese të themi hajde ulem në tryezë dhe diskutojmë çfarë na ndan dhe sqarojmë pozicionet tona, çfarë ka jo kushtetuese. Për probleme të cilat kanë një bazë kushtetuese për gjetur një kompromis, sigurisht do të ulemi dhe do të bijmë dakord. Po për të negociuar zbatimin e kushtetutës, kjo është një gjë që nuk ka sens. Në fakt negocimi ishte për çështjet e reformës, jo për të negociuar zbatimin e kushtetutës. Kështu e lexon Partia Demokratike. Në fakt, po ta lexoni letrën e Ramës është e përgjithshme dhe nuk ka një fokus. Ndërkohë që në mënyrë specifike neve fokusojmë tek problemet të cilët duhen zgjidhur nga të gjitha kompromiset e nevojshme që do të bëjë politika shqiptare. Kemi reformën në drejtësi, kemi reformën zgjedhore, kemi zbatimin. Do kishte qenë më mirë të shkonte në tryezë, të përgjigjej pozitivisht ftesës dhe t'ia thonte në sy. Unë besoj që përgjigje më të mirë se ajo që ka dhënë kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha nuk mund t'jap unë. Unë dhash atë komentin tim shpotitës mbi një tentativë për të mos rënë dakord të kryeministit Rama. Na është bashkuar Ris Luarasi, pedagoge e Departamentit Gazetarisë në Universitetin e Tiranës. Për letërkëmbimin Rama Basha e nisëm bisedën. Nëse ke edhe një pyetje për zotin Bylykbashi, ishte i pari që reagoi në fakt nga deputetët e Partisë Demokratike atë ditë. Në fakt kam një pyetje që më shumë mendoj se është pyetje që vjen nga pjesa e publikut, sepse për herë të parë mbas kaq shumë vitesh ne shohim një përpjekje të një kryeministri për opozitën. Nuk ka rëndësi nëse kjo është e majtë e djathtë, po flasim në parim. Dhe letra e parë që bëhet në këtë frym merr një përgjigje negative. Nuk do ishte ndoshta më mirë që për hir të publikut edhe për të dhënë një shembull bashkëpunimi njerëzve, pavarësisht se njerëzit mund të ndajnë në një debat edhe në një takim ide totalisht ndryshme, por pa diskutim që për të mirën e Shqipërisë edhe të shqiptarëve kanë edhe disa pika takimit përbashkëta, nuk do ishte kjo më e mira? Po, unë nisem pak dhe nga që tha Ilva, në fakt letra e zotit Basha e lë derën të hapur. E lë derën të hapur duke përcaktuar se për çfarë mund diskutohet. Mund diskutohet për gjëra që kanë një shtrat kushtetues, për probleme reale. Ndërkohë që Rama thot një gjë shumë thjeshtë, nuk dua ta përsëris. Hajde të mos bijmë dakord, po kjo gjë thuhet edhe në ato bazat më elementare. Në fakt e ka letra, e ka pikërisht paragrafi fundit. Unë nuk e lexoj as unë këtë pjesën të shtratin kushtetues. Le të provojmë që t'u japim qoftë dhe njerëzve tanë, qoftë partnerët e këtij vendi, provën e një vullneti të përbashkët për t'i dhënë mosdakordësisë politike mes palëve një përmas kaq të munguar civilizimi. Mosdakordësia duhet të ketë vetëm një objektiv. Mosdakordësia duhet të ketë vetëm një objektiv. Duhet të ketë kërkimin e kompromisit. Atë që thotë ju a citoj pak marrëveshja. Kompromisi arrihet në biseda, në negociata. Sigurisht. Se në letërkëmbim përpara se kaloni tek letra. Në fakt përvoja ime rreth gati 15 vjeçare me negociata të ndryshme, për çështje nga më të ndryshmet, më ka treguar që negociatat kanë nevojë për kohë, kanë nevojë për vullnet,
Sigurisht se cili ka objektivat e tij dhe në fund fare arrihet një kompromis. Dhe nuk kemi arritur pak, kemi arritur shumë. Duhen më shumë, të kaloj më shumë kohë që partitë, majoranca dhe opozita tulen tryezë negociate në Shqipëri? Jo, duhet vullneti për të arritur në diçka që nuk është domosdoshmërisht ajo që kërkon vetëm Mira Palë. Pra, nëse neve kemi një objektiv për të dhënë zgjidhje çështjeve të ndryshme, për shembull, reforma drejtësi, reforma zgjedhore, zbatimi i dekriminalizimit, zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese. Shteti së drejtës në fund fare, neve duhet gjithë së bashku të ndërtojmë shtetin e drejtës, ndërkohë që rrënojmë për ditë. Nëse neve nuk ulemi dhe diskutojmë pa atë, po themi, braccio di ferro, përpjekjen për ta thyer dorën e tjetrit, madje duke patur tavolinën vetëm krahun tënd, atë që ka bërë majoranca për shembull me reformën drejtësi, duke e nisur në mënyrë të qëllimshme të njëanshme dhe pa pritur palën tjetër. Sigurisht që kjo nuk krijon premisa të mira. Unë e kuptoj Edi Ramën se ku e ka hallin. Sigurisht që Edi Rama kërkon të kapi pozicionin e forcës në një negociat, kapi rezultatin përfundimtar ashtu siç e don ai. Dhe me këto ofertat llojit që a je dakord ose unë përndryshe do të vazhdoj, sigurisht nuk shkon larg. Por më e rëndësishme në këtë do të ishte të i ktheheshim asaj që është tradita. Tradita qoftë dhe me Edi Ramën. Tradita që brenda 4 orëve ndryshon kushtetuta. Jo, në fakt janë dashur 7 muaj. Pikërisht këtë nuk dini shpeshherë ju gazetarët. Po na e thuaj ta dim atë se kjo ka mbetur paksa në shtatorin e vitit me që ngacmuat këtë çështje. Në shtatorin e vitit 2007 është bërë një tryezë e hapur e madhe me ekspert ndërkombëtar të Komisionit të Venecias dhe të Odirit, me ekspert nga 4 shtete, Gjermania, Bullgaria, Greqia dhe Spanja, për fatet e sistemit zgjedhor shqiptar. Dhe ishte pikërisht ajo tryezë që konkludoi që sistemi më i përshtatshëm ishte i spanjoll, me shoqëri civile, me parti politike, ishte i hapur e tëra. Dhe ka qenë ai moment që i hapi të gjithë procesi e ndryshimeve që çuan në ndryshimet e prillit të vitit 2008. 7 muaj punë vetëm për ndryshimet kushtetuese. Dhe janë ndryshuar më pak se 10 nene. Do të thënë është i gabuar ai perceptimi që ishte sigurisht, është një përpjekje që është bërë, domethënë dhe sigurisht ka arritur atë, por ju jap një fakt të provueshëm, ku në atë kohë OSBE-ja dhe Këshilli i Evropës organizuan një tryezë për partitë politike për Komisionin e Reformës së asaj kohe. Po kjo është për diçka të çuarës. Që hyrin grevurie, po. Po, pikërisht për këtë arsye. Por nga ana tjetër, pra dhe një herë, tradita dhe eksperienca ka treguar që partitë politike, qoftë Partia Socialiste me Fatos Nanon, apo me Edi Ramën, kanë arritur që të bien në kompromis me Partinë Demokratike. Mund t'ju them atë që juve besoj kujtoni gjithmonë ofertën që bënte Sali Berisha kur ishte kryeminist dhe thoshte jam gati që ndryshimet e kodit zgjedhor t'i bëni ju si opozitë dhe t'i miratoj boll që të merret firma edhe pra vula e Komisionit të Venecias dhe OSBE Odirit. Pra, ishte një ofertë publike për një kompromis, madje me kushte jo të favorshme për majorancën. Për një arsye shumë thjeshtë. Komisioni i Venecias dhe Odiri në asnjë rast nuk do të lejonin rënien nën standard të propozimeve që do bënte Partia Socialiste. Sa radhë nuk është kështu. Sa radhë nuk i lihet asnjë hapësirë propozimi për fatkeq opozitës, dhe sigurisht që një qasje e tillë në një proces kaq të rëndësishëm siç është reforma në drejtësi, eventualisht mund të na përsëritet kjo reforma zgjedhore, nuk do të çoj askund tjetër përveç se mos dakordsinë atë që kërkon zoti Rama tivet një vell negociat. Unë prap nuk e shoh se ku është kërkesa për mos dakordsi. Përdorimi një fjale në një letër për t'i dhënë fund mos dakordsis, unë nuk mendoj se mund përdoret si e vetmja fjalë ku ti mund kapesh për t'i dhënë përgjigje negative një letre. Dhe unë prap nuk e mora përgjigjen tuaj. Një kryeminist nuk ka shumë fjalë për të përdorur përpara se sa të bëj lajm ajo që thotë. Unë nuk e mora përgjigjen në fakt. Në cilën prej fjalive ju shikoni që kjo është një kërkesë për mos dakordsi? Tashmë nuk e kemi më letrën në ekran, por unë besoj që ajo letër fliste qartë për atë, por nuk ka rëndësi. Letra e Ramës, letra e Bashës i jep ofertën i thot hajde, ulemi dhe bëjmë marrëveshje. Jemi në fillim fare tek letra e Ramës. Ja, pikërisht, paragrafin e 3 mund ta shihni se çfarë thot. Le të provojmë të japim qoftë njerëzve tanë dhe qoftë partnerëve të këtij vendi provën e një vullneti të përbashkët për t'i dhënë mos dakordësisë politike mes palëve, që është një gjë e padiskutueshme, një përmas kaq të munguar civilizimi, që është dhe kjo kaq e padiskutueshme. Palët në një negociat kurrë, nga eksperjenca. Kurrë nuk mendohet që të kenë pozicione të njëjta. Përndryshe nuk kishte nevojë për të ulur në negociat. Pa asnjë dyshim. Dhe është negociata që çon kompromisi, që çon pastaj në pozicione të përbashkëta, që mund të mos jenë ato fillestaret,
por neve kemi një kryeministër që ka të mbledhur mendjen, i thotë, unë jam gati ta bëj kështu. Ju nuk është vetëm kjo. Ju e dini shumë mirë që kjo pjesa e paragjykimit që ju e dini se çfarë mendon kryeministri. Besoj që po humbasim kohë për publikun në lidhje me faktin që ata e dinë që Edi Rama është, kur është i fuqishëm nuk bën marrëveshje, kur është i dobët bën marrëveshje, po ka një problem shumë të madh. Dhe po doni ju numëroj, ka një recidivizëm të frikshëm në lidhje me thyrjen e marrëveshjes. Dhe fillojnë janë të hershme. PD-ja nuk shkon tryezë se e di që do ta thyej Edi Rama. Jo. Neve kemi bërë në mënyrë të rregullt marrëveshje me Partinë e fundit është për ligjin e dekriminalizimit. Zoti Bylukbashi, se tani ju jeni dhe jurist dhe një kriminal prezumohet i pafajshëm deri në momentin që gjykata jep vendimin. Mund të konsiderohet si cen. Jo, përkundrazi, është një vlerë e shtuar. Unë në rastin tuaj përmendas një vlerë e shtuar. Ajo që po thoja është neve kemi rastin e ligjit për dekriminalizimin që është marrëveshja më e fundit, por që ndërkohë besoj këtu në studion tuaj Edi Rama më parë kishte dhënë Koço Kokdima sinjalet e para se sa shpejt u pendua për atë ligj. Por ajo që duhet ta ngushëlloj është fakti që sekretari i shtetit Kerry, përfaqësuesja e lartë e BE-s Mogherini e përshëndetën atë ligj, sado që është vërtet ligj i fortë. Për cilin do flasim që mos e dua të pyes, çfarë po ndodh ka filluar zbatimi. Dhe komisioneri Han tha ne kërkojmë zbatimin e atij ligji. Po do ka qëllim ta prish apo jo, unë uroj që nuk do të tentoj të vër deputetët e vet të cilët 28 deputet, të cilët kanë votuar pro ligjit të bëjnë ankim në gjykatën kushtetuese kundër ligjit. Unë uroj që të bëj vetëm një diçka shumë thjesht, përveç se të plotësoj vetë formularin e dekriminalizimit, sepse ka për detyrë të vërë të gjithë energjinë e partisë tij, përveç se ta zbatojnë ekzekutiv, ta ketë brenda partisë, sepse problemi po e transferon brenda partisë. Nuk po e plotësojnë formularin e dekriminalizimit në parti. Problemi tyre kanë një afat, kush nuk plotëson formularin e dekriminalizimit humbet funksioni, nuk është ky problemi. Është vullneti, unë e kam plotësuar dhe kam mbyllur atë histori. Ta kisha ditur, kisha marrë dhe vërtetimin për katës, por sigurisht është personale. Për gjithë deputetët, për gjithë funksionarët, kudo që janë, duhet shkojnë ta dorëzojnë personalisht. Por, ajo që unë dua të them, nuk është çështje ligji shumë i ashpër, shumë i detajuar, një vendim i detajuar, një formular, këto mund të kishin bërë gjitha zero, dhe unë besoj do të kishim jetuar me një ndërgjigje goxha më të qetë, pa ligjin e dekriminalizimit, pa kushtetutën, nëse Edi Rama nuk do të kishte futur në 2013 kriminalet që na është dashur të nxjerrim në parlament, dhe do nxjerrim tjerë. Do të vazhdojmë flasim pjesën tjetër për dekriminalizimin, dua ta mbyll pak të pjesën e ftesës. Javën e kaluar, kjo është çështja që po diskutojmë. Javën e kaluar kisha në këtë studio edhe kryetarin e Partisë Demokratike, edhe kryeministrin e vendit. Të dy dialoguan në distancë me njëri tjetrin. Zoti Basha dha kushtet e tij pse nuk ulet për dialog dhe zoti Rama dha ofertën e tij të ulemit, sqarojmë. Personalisht jam me ide se është më rëndësishme të ketë dialog dhe pasaj mund të ketë edhe mos dakordsi, sesa të ketë dakordsi pa dialog, siç ka ndodhur shpesh herë dhe kanë krijuar marrëveshjet e errta. Pse nuk jepet një shans Partia Demokratike t'ja japi kësaj maxorance, të ulet në tryezë dhe pastaj mos ketë dakordsi? Pse mendoni ju? Të ulet dhe të japi rrugë dialogut. Të mos marri kosto që Partia Demokratike refuzoi një dialog. Më fal, një sekond. E para në gjitha kanonet e kësaj historie, për të ardhur në një dialog të atij niveli ka faza përgatitore. Dhe neve nuk kemi parë asnjë fazë përgatitore të sinqertë. Nuk po them që ne duhet bim dakord tek fazat e para. Si keni këto përcaktuesit e sinqeritetit? Sinqeriteti kuptohet, nuk ka nevojë shumë dhe nuk ka as formula. Ajo çfarë kupton PD-ja nuk e kupton Rama, nuk e kupton. Ja, po ju a them unë. Që vetëm një komunikim me teleshikuesi, pastaj ju jap fjalën zotit Bylukbashi. Në këtë studio kam kërkuar në fakt gjatë javës së kaluar të ishte edhe një përfaqësues, një funksionar i Partisë Socialiste, por personi që ne kërkuam tha se do të ishte jashtë Shqipërisë, të tjerë nuk e gjetën kohën apo mundësinë apo dëshirën që të vinin në emision. Kështu që unë ju falenderoj pasi pavarësisht se ne në një farë mënyrë po ju drejtohemi vetëm ju, pala tjetër që ishte kaq i interesuar për dialog, nuk gjeti mundësinë që të vinte në studio. Tani mund të përgjigjeni. Atëre, siç e thash, ekzistojnë të gjitha mundësitë që për të sheshuar të gjitha aspektet dhe për të bërë të mundur një tryezë të nivelit lartë, si ajo që në fakt edhe kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha thot, po jemi gati të diskutojmë për këto çështje. Por edhe në të shkuarën, edhe tani në të shkuarën e afërt fare, sigurisht që ka gjithmonë faza përgatitore që bëjnë të mundur derisa të arrihet tek ato aktet e fundit politike, të cilat krijojnë besim më shumë se zgjidhin në mënyrë të detajuar problemet. Ju e dini që në çështje të këtij lloji që po diskutojmë neve, qoftë reforma zgjedhore, qoftë dekriminalizimi që mbyllëm, qoftë
reforma në drejtësi, djalli qëndron tek detaj dhe nuk mund t'ja lëm neve niveleve ose tavolinave kaq të mëdha që diskutohen çështje substance. Po nuk ka asnjë lloj tentative të tilla. Zero. Duhet ishit prezent tek faza e parë e dialogut, pra ajo ditë e parë e dialogut që ndodhi në reformë drejtësi, për të parë se si Partia Socialiste, profesorët e Partisë Socialiste ishin për të thënë, mbaroi dhe kjo çështje, kalojmë këtë ditë, mbaroi dhe kjo çështje, pa një dialog substancial. Po jo, çështja ashtu, janë të bindur që të thonë, se më duket të shprehur sot Edi Rama, që kush voton kundër kësaj reforme është kundër reformës drejtësi, ndërkohë që një mënyrë e mirë për ta vrarë reformën drejtësi është për ta bërë keq atë në draft. Po, ka thënë dhe shumë tjera, në fakt to janë me burime, nuk është se ka qenë mbledhje hapur e grupit, ka thënë edhe reforma nuk mund përfundoj shto ujë, shto miell, sjellja e opozitës nuk ka më kuptim, ata nuk e duan qartë reformën për shkak zullumeve që kanë bërë gjatë qeverisjes tyre. Defekti të qenit jurist është që nuk i bëjnë sens një juristi përgjithsisht shprehet të lloj shto ujë, shto miell kur flitet për reformën drejtësi. Do të shtohet në çdo lloj detaj, do shkohet në detaj. Ilva, se duket sikur është një pakënaqësi ose është një mërzi dy shokësh apo më keq, domethënë mes një mashkulli dhe një femre, PD-ja dhe PS-ja me letra dashurie në mes. Një të mirë e ka se letra në çifte në fakt nuk ekzistojnë më. Tani është WhatsApp, Viber. Kjo ishte letër e shkruar. Të paktën jemi rikthyem. Po nuk është kaq e thjeshtë për mendimin tim. Të dy palët janë në llogari. Dhe prandaj duan ta kapin secilin në një duke lexuar mes frazave, domethënë duke kap stilin e PD-ja, duke kap stilin e kryeministrit që e ka atë frazë për hir të vërtetës, po e çon në ekstrem për të thënë qoftë edhe sikur mos të merremi vesh. Pra, ne mund të merremi vesh, po qoftë edhe sikur ta provojmë. Dhe këtë zoti Bylykbashi dhe PD e di shumë mirë. Ajo që nuk është e thjeshtë është se dyja palët e kalkulojnë politikisht dhe llogarisin politikisht tryezën. Se mbas tryezës është reforma. Ka asgjë të keqe që të llogarisë ose legjitime. Legjitime, po për pse se bëjnë, sepse qëndrojnë llogaritë politike që nuk i intereson. As Ramës, është mendimi im, as socialistëve dhe as demokratëve. Në mes është reforma për drejtësi. Çështja kryesore që do diskutonte kjo tryezë ishte reforma për drejtësi. Kryeministri në studion tuaj i veshi kësaj tryeze jo reformën për drejtësi, sepse nuk do këtë që t'i shtohet ujë dhe t'i shtohet miell. Të gjitha çështjet që na ndajnë. Sepse politikisht ai e ka kapur një pozicion që thotë kush nuk do të miratoj reformën, është ai humburi. Unë e çoj në zgjedhje, nëse. Kjo është një kartë politike që duket sikur funksionon. Në fakt Rama ka insistuar atë natë për habin time, për opsionin 1, jemi ke opsioni A-tha. E përjashtonte zgjedhjet e parakoshme dhe opsionet e tjera. Por tha tryeza me ftesa me PD-n që do arrihet konsensus. Të detyruar, por ftesën me PD-n, tryezën me Bashën, nuk e justifikoi vetëm me reformën drejtësi. Vetëm me reformën drejtësi. Dhe kjo është të paktën një neutralitet i tij. Ai, domethënë kryeministri duhet të zgjaste dorën tamam, po të qesë se zgjati, ta zgjaste tamam dhe thoshte, çështja e parë reforma në drejtësi, jemi të hapur për bisedime politike me PD. Mirë, që të mos ta vënë siklet Bylykbashin se mbase nuk do të përgjigjet, po ju pyes të dy, Irisin dhe Arionin. Mendoni se kjo, nëse do të përgjigjesh, përgjigju, por meqense është diskutuar në media. Një nga alternativat e hedhura për mos pranim të ftesës, për që në pranishëm, Partia Demokratike ka dhe faktin se nuk donte t'i jepte Ramës kartën e kryeministrit që ofron dialog me opozitën në takimin që do të ketë me Obama në shtëpitë Bashkë. Kjo është një hipotezë. Po, një nga gjërat që thuhet. Sipas ju shndron, ka vërtet në këto zëra? Në fakt duen bërë analiza pak më të holla për të kuptuar ç'po ndodh. Ne kemi një ftesë të Ramës, i cili ai ka një përpjekje. Përpjekja e tij është për të thënë a mund ta vë unë Partinë Demokratike gjithmonë më në qoshe në mënyrë që opinioni publik ta gjykojë sikur ajo po bllokon, edhe nëse unë e çoj vendin në zgjedhjet parakoshme se shumë më intereson mua, unë të fitoj, atë po thotë. Por po të hym në një analizë më të hollë, ne shohim çfarë po i pengon këto. Ndërkohë që kishim nisur dialogun për drejtësinë. Ndërkohë që sapo ka filluar dialogu për reformën zgjedhore. Blokoj parlamentin pra, si ndërkohë, çfarë po i pengon? S'ka parlament për momentin, vazhdon reforma. Me radh gjërat. Ç'a ndodh? Ndodh ajo që në fakt është do të jetë pjesë e këtij debati sonte. Ndodh ajo që Edi Rama vendos që 2 deputet mos t'i çojë për shqyrtim para gjykatës kushtetuese. Jo, mos më hyr këtu. Nuk do të hyj, do të hym në detajet tek ajo, por ajo që unë po ndesh si pyetje nga edhe individ të tjerë, është mos Edi Rama po e përdor këtë si një kokë turku për të vonuar sa më shumë reformën drejtësi.
Sepse në fakt po t'i bësh një analizë, po kërkon dialog që të vënoj reformën. Po kuptoj një diçka. Reforma në drejtësi është një çështje aq e madhe, është e padiskutueshme që ne duhet të ecim dhe fort aty. Por mua e thash e përdora termin fort për të treguar vendosmëri në të gjitha aspektet dhe jo termin shpejt, sepse mund të gabojmë, të gjithë bashkë mund të gabojmë. Pra, vendosmëria për të ecur në reformën në drejtësi është e padiskutueshme. Reforma në drejtësi është nevojë therse, unë e them në atë reagimin tim, që është nevojë therse reforma në drejtësi. Ndër të tjera po doni, sepse unë dua të shoh sa më shpejt që Byroja Kombëtare e Hetimit dhe Prokuroria Antikorrupsion të çojë ministrat të kësaj qeverie në burg. Për tendera drejt për drejt, për koncesionet paligjshme e tjera. Unë me zor pres që të kemi një instrument të tillë disponibël, të pavarur. Pra jo në kontrollin e kryeministrit. Por ne kemi një gjë kaq të madhe e cila mbetet penge çfarë e një momenti procedural duhet të çohet apo jo në gjykat për të bërë çfarë? Për ta vendosur ende gjykata nëse e humbasin apo jo mandatin. Dhe po të veshre, dhe po të veshre, po ju pra e keni krijuar kushtetuar. Me që unë duhet të respektoj Ilvën në lidhje me këtë. Po doni të hyjmë ke ai debat pse është kusht apo jo? Kemi pak më vonë çështja. Pikërisht prandaj. Por ajo që po doja thoja është, po të shohim neve graviteti i dy çështjeve është i ndryshëm, reforma do të jetë shumë e madhe, kjo është shumë e vogël. A mundet për një gjë procedurale, jo nëse u mbasin mandatin apo jo ata, por nëse duhen çuar apo jo, ne të kemi një reformë drejtësi që mbetet peng. Mos harrojmë, po flasim për zbatimin e kushtetutës. Atëherë pse e bëni? Atëherë gjëja më e thjeshtë që mund të bëjë Edi Rama është, duke qenë se ende nuk e dim ne se ç'do të vendosë gjykata kushtetuese, t'ia çojë gjykatës kushtetuese dhe ne vazhdojmë punën nesër. Edhe ai kështu thon. Çojani gjykatës kushtetuese, meqense se leximi që bën majoranca tjetër e kem pasur. Një përgjigje Iris, në fakt është një mënyrë për ta bllokuar për mos i dhënë këtë kartë Ramës në shtëpi të Bardhë? Unë në fakt mendoj se këtë kartë Rama tashmë e ka të fituar, që në momentin që e ka shkruar letrën. Kjo, kur ti ke një dialog mes dy palëve dhe ti bën një ftesë për palën tjetër, sigurisht që politikisht e ngelet përgjegjësia e palës tjetër, në qoftë se ajo nuk pranon që të vinë në dialog. Ne kur kemi një dialog, nuk do me thënë që të dyja palët do bien absolutisht dakord në fund, se cila palë mund të dalë me opsionet e veta, dhe këto opsione s'ka asnjë arsye pse mos i bëhen publike edhe njerëzve që janë qoftë mbështetës edhe qoftë edhe pjesës tjetër që nuk do të di më për politikën në Shqipëri, po që është interesuar për fatet e këtij vendi. Leximi i letrës ndonjëherë më duket si ato letrat e këtyre shoqeve që vinë deri në një moment caktuar edhe pastaj fillojnë edhe ngacmojnë njëra tjetrën, sepse ti edhe çdo fjalë pozitive përpiqesh që ta lexosh negativisht. Edhe na ndodh ndonjëherë gjithë kjo. Shoqet kur janë duke u zënë. Kjo histori. Kur janë humor të mirë. Jo, po flasim për dy njerëz që nuk janë pranuar deri tani. Domethënë ka një histori që ti nuk e paragjykon tjetrin dhe në momentin që tjetrit të shkruan një fjalë, ti e lexon atë totalisht me konotacionin tjetër. Edhe ndonjëherë këto dhe letrat prandaj janë të vështira dhe komunikimi verbal mes palëve gjithmonë është shumë efikas, sepse ti nuk arrin kur njeriu lexon një letër, dikush mund ta lexojë me fytyrë të vrentur, dikush tjetër mund t'i japi një tis humori edhe buzëqeshje, varet edhe nga mudi në të cilin ti je kur e lexon letrën. Edhe kjo është një fakt i pa diskutueshëm që njihet në gjuhën e komunikimit. Unë them që PD-ja do të fitonte jashtëzakonisht shumë pikë në momentin që do e pranonte dialogun, sepse këtu nuk flasim për dy grupe njerëzish me mec, që u futën aty brenda te ajo salla e dialogut edhe pastaj nuk do merret më vesh edhe kjo kali i fitores do t'i takonte kryeministrit. Unë mendoj që kali i fitores i është dhënë kryeministrit pa dashje duke mos e pranuar dialogun, sepse të gjitha shqetësimet, një pjesë të cilave janë me vërtet parimore, mund të sqaroheshin në këtë dialog, edhe kjo do ishte gjithmonë më e ndershmja, më e mira, më efikasja për vendin. Problemi është se kryeministri ja ka hipur kalit mbrapsht, ky është problemi i kësaj historie. Po që ta sqarojmë pak të çështjen e mosdakordësisë zotit Basha. Unë e lexoj kështu këtë. Si gjithmonë jam i gatshëm të takohemi për çështjet më të rëndësishme. Zbatimi i papengesës së dekriminalizimit, dhe kërkoi dhe komisioneri Han. Krijimi i kushteve për zgjedhjet lira të ndershme, që është më shumë se sa thjesht reforma zgjedhore që ka nisur në komision.
kushtet janë më shumë se saq. Se gjitha argumenta perfekt për të negociuar. Më falni, vijimi i duhur i reformës në drejtësi dhe çështjet e tjera të rëndësishme përfshirë një reformë të plot kushtetuese. Jam i gatshëm të takohemi për çështjet. Ftesa është e pranuar për diskutuar këto. Një pjesë e mesazhit. Ndërkohë që problemi që ka ftesa e zotit Rama është, unë e kam mbledhur mendjen, nuk kemi për të rënë dakord. Po t'i tregojmë ndërkombëtarëve dhe shqiptarëve që ne nuk zihemi vetëm. Unë besoj shqiptarët bëjnë edhe pak të, se hallet që kanë ekonomike janë aq të mëdha sa që nuk kanë hallin ata të shohin se si shkruajnë letra dy kryetar partish dhe pastaj për të edhe gjithë të për të mos rënë dakord. Deri këtu që lexoj në fakt zoti Bylukbashi është shumë e vërtet, por është ajo por i madh që në fund kur mbyllet letra, mbyllet që në fakt ne të dy nuk mund të takohemi. Jo, i thot, vetëm qofse ju pranoni që ta vazhdojmë dialogun, thot, ndaj ftesa ju e merr kuptim nëse bijem në këto parime, që të diskutojmë për çështje që janë kushtetuese. Se për të negociuar zbatimin e kushtetutës ne nuk jemi të gatshëm që të bëjmë negocimin e zbatimit. Kam publicitet më njëherë ta fjalën sa të rikthehem, Marion. Mos u largoni, vazhdon debati. Ne po debatojmë për mosdakordsinë, për tryezën e munguar të dialogut që ndoshta mos i presim shpresën, zoti Bylukbashi, mund të ketë ende një tryezë? Unë nga letra e zotit Basha e shoh të hapur që në sa kohë zoti Rama kërkon që të ulet dhe diskutojë për çështje të cilët janë të një rëndësie kardinale, kanë një shtrat kushtetues, por nga ana tjetër bëjmë atë që duhet bërë, pra t'i qëndrojmë asaj që thon latini vetere, pra latinët e vjetër. Pacta sunt servanda, kam përsëritur dhe sot, kam thënë diku tjetër është më e vjetër se sa unë. Paktet zbatohen. Marrëveshja e 24, në fakt është 23 dhjetorit 2014 është guri themelit që normalizoi politikën shqiptare. Jo, nuk është vetëm dekriminalizimi. Prandaj do t'ju citoj. Përveç se thuhet që palët në paragrafin e parë bien dakord lidhur me rikthimin e opozitës në kuvende të tjera dhe thuhet që mazhoranca qeverisë nuk do të përdorë shumicën e saj cilësuar prej 3/5 për ta anashkaluar opozitën, por do të kërkojë konsensus, pra barrash mbi mazhorancën, me opozitën për reforma të rëndësishme kurdo që është e mundur. Dhe kjo është një përsëritje pik për pik e asaj që unë përmenda. Me datë 5 prill, me datë 5 prill, pikërisht kjo klauzolë është në marrëveshjen e midis Nanos dhe Berishës të vitit 2002. Dhe e transpozuam nga atëherë te kjo rezolut. Tjetër. Të gjitha partitë do të kontribuojnë për dialogun politik, por ka një pikë shumica qeverisë dhe opozita angazhohen për rishikimin e rregullave në drejtim të funksionimit eficient komisioneve hetimore parlamentare bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare. Një pikë. Sa vendime në fakt janë marrë nga majoranca juaj në 8 vite parlament? Një çështje tjetër themelore. Pra, përveç dekriminalizimit, pra kjo marrëveshje ka 3 pika substance. Dekriminalizimin, funksionimin efikas të komisioneve hetimore, dhe sot u rrëzua pikërisht ajo që kërkohesh nga kjo marrëveshje, ndryshimet legislative për t'i bërë komisionet efikase, kemi thyrët marrëveshje sot, dhe çështja tjetër, pra palët do të kontribuojnë për respektimin e kushtetutës dhe zbatimin sistemik të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Fjala sistemik është fjala kyç e kësaj fraze, që do të thotë, mbasi gjykata kushtetuese nxjerr një vendim, duhet që sipas marrëveshjes të ketë ndryshime legislative brenda një afati të caktuar, që vendimet e gjykatës kushtetuese të zbatohen pa patur nevojën të riinvestohet gjykata kushtetuese një herë, 2 herë, 3 herë. Pra, kemi një situatë ku kjo marrëveshje që normalizoi politikën shqiptare dhe e ktheu në hulli, duke bërë dhe dekriminalizimin më pas, sot po thyet. Sot kemi aktin e parë, nesër jam i sigurt që është i dyti, sepse është propozimet për të larguar deputetin Prenga nëpërmjet një amendamenti dhe të gjithë rastet e ngjashme me të nga politika shqiptare. Kush do e bëj këtë propozimin? Jo, amendamenti është në Komisionin e Ligjeve nesër. Duhet ishte shqyrtuar sot, është shtyr për nesër. Kemi zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese që nuk ka as akte legjislative siç thot marrëveshja, dhe dim që nga ana tjetër kemi një hap mbrapa nga mazhoranca këto ditë që e nisi për ta çuar drejt një zgjidhje, u tëroi dhe thot tani dërgojeni juve.
Okej, mirë, se ke hapur shumë çështje aty dhe kam shumë pyetje. Shtrati. Po ju thoni, bëjmë një marrëveshje që do respektojmë vendimet e gjykatës. Shtrati politik. Po jo shtrati kushtetues, ke thënë tani kam pyetje për atë. Një gjë që duhet dini juve, marrëveshjet të lloj marrin karakter kushtetues. Marrëveshjet që kalojnë në parlament me përgjithsisht marrëveshjet të këtij lloji marrin karakter kushtetues. Megjithatë, ajo është marrëveshje anti-kushtetuese në fakt, se nuk kanë të drejtë ankimojnë as gjykatë kushtetuese. Jo, vetëm mund të bëja një ndërhyrje Arion, lutem. Me thënë, pyetje në lidhje vetëm me këtë gjën. Ju e thatë vetë që kjo është një marrëveshje që është marrë nga viti 2002. Sa herë... Jo, një pjesë, vetëm një frasë. Sa herë e theu majoranca juaj në 8 vite dhe sa mira ligje janë miratuar në parlamentin e 8 viteve të shkuara, pa pranin fare të opozitës, pa duke përdorur gjithmonë kartonin e shumicës. Po, atëherë me që sot unë dëgjova leksione, unë sot kam dëgjuar leksione demokraci, ç'është demokracia në Komisionin e Ligjit. Një sekond. Do me thënë, kjo nuk është një nga ato historitë e papërsëritura. Kjo është një déjà vu tashmë e vjetër, që ne kemi 25 vite që kur unë jam në pushtet bëj si dua vetë, kur dal në opozit, kërkoj të drejtat që ndërkohë ty t'i kam mohuar gjatë gjithë kohës time në pushtet. Kjo është një periudhë që duhet përfundoj, sepse unë mendoj që njerëzit Shqipëria janë lodhur shumë nga kjo déjà vu. Nga cila? Nga déjà vu e të tëra partile politike. Pyetja ime shumë e thjeshtë, ato që thatë. Juve përmendet, po ja pikërisht, tani sapo zonja Luarasi më tha diçka, sa ligje janë miratuar, sa mira ligje janë miratuar pa praninë e opozitës. Pyetja ime shumë e thjeshtë. Mos më thuaj që Parlamenti Shqiptar në 6 muaj që opozita s'ishte fare aty nuk ka miratuar asnjë ligj. Pyetja ime është cilat ligje me shumicë cilësuar, cili ligj me shumicë cilësuar gjatë 8 viteve, se ne nuk I kishim votat, u miratua në mënyrë të njëanshme nga majoranca e asaj kohe. Do me thënë juve po thonin që Parlamenti në 6 muaj nuk ka votuar asnjë projekt. Në cilin rast keni parë, cili është ai vend që keni parë që qeveriset në mënyrë konsensuale për ligje që janë më shumicë thjeshtë, është qeverisja e përditshme. Ka vetëm një problem. Majoranca na dha një leksion demokracie që demokracia është rregulli I majorancës sot në Komisionin e Ligjeve. Po e përsëris, të gjitha ato ligje është më se legjitime që edhe Partia Socialiste t'i miratoi kur janë ligje të thjeshta I bëj vetëm. Kurse ne kemi dhënë prova që dhe ligjet thjeshta, madje vendime qeverie, siç ishin ato për kartën e identitetit vitin 2009, I shkruan te eksperti I PS-s dhe I bënte qeveria Sali Berishës I bënte vendime qeverie. Mund t'ju jap dhe emrin e ekspertit PS-s pastaj për ta provuar. Por, ç'është qeverisje e përditshme? Ç'është qeverisje e përditshme është legjitime. Kur është PD-ja bën PD-ja, kur është PS-ja bën PS-ja, kur është dikush tjetër bën ai që Po, vetëm se kur ne dalim në opozit kërkojmë ato gjëra që vetë kemi respektuar. Ajo kujtohet marrëveshja e famshme në fakt. Marrëveshja e famshme e nëntorit Edhe mbaj unë përgjegjësinë tani. Kodi rrugor dhe kodi I hekurudhor na dash të bëjmë marrëveshje epike, hyri dhe në progres raportin e Bashkimit Evropian, se arrit në marrëveshje se kur do të miratoshin këto dy kode me shumë I cilësuar. Ju kujtohet besoj. Jo, më kujtohet, po keni zgjedhur 2 president pa konsensus, kaq. Po presidenti Kushtetuta e Shqipërisë edhe përpara parashikonte që presidenti I Republikës patjetër marrëveshja them unë, marrëveshja për konsensus presidenti I Republikës edhe Kushtetuta para se të ndryshohesh parashikonte që në instancë fundit miratohesh me 71 vota, me 71 vota. Nuk tham që është e paligjshme, tham që nuk kishte frymën e marrëveshjes. Këtë tham, nuk tham që është e paligjshme. Po duan t'i heqin një atu Ramës se ta marrë me veten në Washington me refuzimin për dialog? Edhe kjo është, por nuk mund të jetë arsye e tretë ose e katërt. Arsye e parë për mua, më lindi tani, do me thënë, ka një manovër politikanët, kur bëjnë marrëveshje, e tha dhe zoti Bylykbashi në fillim, nuk dalin për studio. Thënë prania e zotit Bylykbashi këtu. Dhe po të ishte edhe prania e PS-s, nuk e di pse nuk kanë ardhur, tregojnë që nuk ka marrëveshje. Ne dim shumë mirë që kur është një marrëveshje bëhet një underground, ata do merren vesh, do shkojnë dhe nuk e këndajnë me publikun fillimisht. Po të kishim këtu një përfaqësues të PS-s, do ishte shumë emision do ishte më dinamik në kuptimin sepse do kishim share politik dhe do merrnin vesh takim dhe aq më pak marrëveshje nuk ka. Kjo është shumë e thjeshtë. Sepse të dy palët unë vazhdoj të them që nuk e duan të kenë një marrëveshje, aq më shumë për reformën në drejtësi. Po të shikosh, Partia Demokratike, zoti Bylykbashi di shumë mirë, ka një 6 kushte që me zor I mbajnë mend dhe vet. Ka qenë dekriminalizimi, është bërë.
ndryshimi ligjit të formulari, ndryshimi formularit, miratimi formularit. Formulari është një detyrim që duhesh bërë së zbën. Po u bë, po u vu si kusht. Po sigurisht, po s'është U ndryshuar bë kusht. Jo, u miratua formularin kuvend. Nuk ishte kusht, ishte pjesë një procesi normal. Zoti Kogdhima u votua. Mbas zotit Kogdhima kemi zonjën Leskaj, zotin Rakipi, komisionet e timore që janë sot dhe nesër kemi dekriminalizimin që duhet bërë shtesë për zotin Prenga. Pra duhet thënë që kur kapesh me armë flagrancë, ti nuk vjen. Jo, është diçka ndryshe. Kur personi me armë në flagrancë vret ose plagos dhe arrestohet në flagrancë, ky person nuk mund të shtojë. Çështja shumë e thjeshtë. S'jam tani këtu të them që mendoni një të ministër parlamenti. I cili, po bëjmë një hipotezë, një ministër i cili vret bashkëshorten ose një person tjetër dhe arrestohet në flagrancë. Gjëra që ndodhin janë këto. Është botë që ndodhin, njerëz janë. Bën një krim të këtij lloji, arrestohet në flagrancë. Jeni jurist dhe dini që është masë e sigurisë të mes. Nuk është ai ministri supozuar do vinë në parlament me koburen që ka vrarë bashkëshortin. Po ja ku e kemi masën e sigurisë, ne kemi. Është masë e sigurisë ajo, e la gjykata masë sigurie, ta lindë brenda s'do vinte. Po, pikërisht, neve kemi arrestin në flagrancë të validuar nga gjykata e lartë. Pra, deputeti Prenga u arrestua në flagrancë dhe kjo ishte e vlefshme, por pastaj u mendua që është i pa dëmshëm, nuk përbën rrezik, e përjedhoi, sigurisht, jam duke thënë gjë tjetër, arresti si masë sigurie dhe arresti në flagrancë janë dy gjëra të ndryshme. Ky amendamenti si e përshkruan nëse e ka armën, po nuk e përdor. Jo, atëherë, nuk e ka këtë pjesë. Atëherë, ne jemi treguar shumë të kujdesshëm. Po jo, ju po bëni ligj kushtetues për vetëm emra deputetit, në këtë rast e ka dhe emrin deputetit. Ne jemi shumë të kujdesshëm. Nuk kemi përdorur ndjekjen penale, dhe kemi qenë të dyja palët dakord, nuk kemi përdorur ndjekjen penale në Shqipëri si një kusht për pezullimin e mandatit. E kemi vetëm për krimet e rënda që janë në vendet e Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara, çështje të këtij lloji. Pra, vetëm në ato raste pezullohet mandati. Por, duke qenë se ky presion që ushtrohet sot mbi gjykatën e lartë, ka çuar ke rasti që është fare flagrant, ku deputeti Prenga, edhe pse i arrestuar në flagrancë, duke plagosur brenda në komisariat individ, dhe ata vazhdojnë të jenë të shkretet janë ende në burg, po nuk ka rëndësi. Ky del sot madje vjen dhe voton në parlamentin shqiptar, pyetja që shtrohet, prandaj unë e çova në një ekstrem, mendoni një zyrtar tjetër të lartë që kryen një krim, arrestohen në flagrancë dhe mund të ushtrojë këtë detyrë, dhe po ju them një diçka. Jo, nuk kapim fare. Jo, dakord, merret ato, do votohet edhe ajo. Nuk po mbarojnë kushtet, nuk po mbarojnë kushtet. Dhe reforma nuk miratohet. Kam vetëm një kusht, sa thatë mirëmëngjes. Rrethanat në cilët duhet zhvillohen këto procese, reforma drejtësi, reforma zgjedhore etj. Shumë dakord, një pyetje, keni kërkuar në dhjetor tryezën e dialogut të lartë, ju dhe LSI-a. Dhjetori është 3 muaj, 4 muaj larg. Në dhjetor kërkoni tryezë politike para ekspertëve. Dhe letra e zotit Basha i përsëritet një të zgjedhje. Jo, tani ju vjen ftesa për tryezë politike, për reformën dhe nuk shkoni. Jo, në fakt ftesa ishte për të bosur dakord. Jo, ajo ishte lexim, pastaj ishte drejtë juaj. Dhe dyta, kur shkruan ose ja shkruajnë keq letrat, ose duhet bëj kujdes kur shkruan ato. Marri konsulencë Parti Demokratike që të shkruajnë letrat. Jo, vetëm letrat është gati në mani, ka specialitet. Ajo është qarta zidore e tij, domethënë. Eksakt, po ku e shikoni mosdakordsinë ke letra, ndërkohë që në fakt ju jeni mosdakord me njëri tjetrin nga mëngjesi deri në darkë. Për fat keq e vrau letrën e tij me një fjalë. E ka të shkruar aty. Tek ajo. Po ai ka të shkruar aty dhe nuk e shpëtojmë dot. Jo, zoti Rama, patjetër që shpëtojmë, lutem. Patjetër që shpëtojmë. Letër tjetër dhe ta korrigjoj gabimin. Patjetër që e shpëton sepse s'ka fjalë mosdakordsi, bëhet takimi. Lutem, Ilba, domethënë kjo është tani të bëjmë loj fjalësh. Një njerëz që të thotë që hajde të japim fund mosdakordësisë dhe ti thua që e ke thënë fjalë mosdakordsi, ne nuk takohemi sepse kjo që ti e ke paragjykuar takimin ton me fjalë mosdakordsi që në fillim fare. Zoja Lorasi, si të doni ta lexoni. Jo, unë e lexoj ashtu siç e lexojnë të gjithë njerëzit se ashtu si është shkruar. E lexuam 2 herë në studio. Nëse duhet ulesh me kryeministrin për të thjesht për të konsumuar kohën në sytë e publikut, për të treguar që neve ulemi, jemi të civilizuar, kjo nuk i shërben shqiptarëve. Unë besoj që kjo qeveri ka nevojë për një opozitë e cila nuk e lë atë të bëj ato që është duke bërë. Ne jemi duke denoncuar për ditë skandalet financiare që ndodhin. Që në momentin që juve uleni në tavolinë, bini dakord për gjitha aferat korruptive të qeverisë Rama,
Kush e ka thënë këtë? Nuk ekziston shansi. Nuk ja u kërkon njëri të vini dakord për këtë. E mendoj se do ishte idiote edhe nga ana e Partisë Socialiste që e kërkonte këtë gjë dhe mund ta kërkojë se kjo është një misioni i marrëveshje që pamundur. mund të ishte shumë efikase. Ne propozuam madje edhe në atë fazën e parë të dialogut politik. Pse mos bëjmë që Byron Kombëtare të Hetimit dhe Prokurorinë e Posaçme Antikorrupsion ti miratojmë veç, ta fusim menjëherë në funksionim dhe vazhdojmë punojmë së bashku për pjesën tjetër. Po unë jam shumë i interesuar që ministrat të cilët sot po bëjnë kërdin në sytë e publikut shqiptar, duke kthyer diçka nga korrupsion, pra një veprim i fshet midis një zyrtari dhe një privati eventualisht, në një sistem i cili nuk mund të quhet më korrupsion, se ky është sistemi, ky është rregulli, nuk është më përjashtim penal. Megjithatë ka një jam i pritur, unë pres që publiku shqiptar shoh ministra pas hekurave. Unë jam dakord me zotin Bylluk po ta bëjmë këtë marrëveshje, unë besoj ne decim shumë shpejt. Po unë jam dakord me këtë marrëveshje. Nuk e kam pranuar këtë. Nuk kam pranuar tulen për BK-n? Të lutem, Ilva, domethënë unë mendoj dhe jam totalisht dakord që nëse ka ministrat korruptuar kjo qeveri, do isha po aq e lumtur. Jo, kjo nuk është çështje nëse, është çështje nëse kur do të hynë burg. Jo, problemi e di cili është? Problemi është që ne po mësohemi duke i thënë njëri tjetrit fjalën e fundit edhe fjala e ka humbur peshën e saj. Në seancat e parlamentit që ti shikon të ejnëten, aty shef si kur janë mbledhur gjithë hajdutët e Shqipërisë nga tëra palët, sepse të dëgjosh gjithë kriminalët, edhe pjesa e tmerrshme është që ti ndërkohë nuk shikon një akuz dhe një padi në gjyq, qoftë nga njëra palë, qoftë nga pala tjetër. Unë jam totalisht dakord me zotin Bylluk Bashi, do isha e lumtur të shikoja ministra të korruptuar të qeverisë Rama, po do isha po aq e lumtur që të shikoja edhe politikan dhe ministra të korruptuar të qeverisë Berisha, sepse në fund fare, 1 milion vota dhe 1 milion shuplakat që u thanë me mira herë, ishin edhe pjesë e kësaj gjëje që ishin pjesë e pritshmërive të publikut, që do shikonin disa politikanë mbrapa hekurave. Në fakt, kjo ngelet e vetmja gjë që bëhet është thjesht retorik fjalësh, edhe duke mbetur vetëm në retorikën e fjalëve, fjalës kriminal, mashtrues, hajduti, korruptuar, i ka humbur pesha që duhet kishte. Në momentin që ti ja thua këtë një njeriu në parlament, patjetër që ajo duhet ishte e vërtet, po duhet shoqërohej nga mbrapa edhe me dosje që i këta njerëz i çojnë mbrapa hekurave. Kemi 25 vjet që shohim vetëm njerëz që shajnë njëri tjetrin me libër shtëpie dhe nuk shohim asnjëherë një politikan të lartë që është mbrapa hekurave. Edhe kjo është një nga dëshpërimet e mëdha të këtij publiku që po pret të vijë kjo dita, edhe prandaj sytë e njerëzve janë tek reforma në drejtësi edhe ke krijimi i kësaj byros të hetimit. Pikërisht për këtë arsye. Zënë Lorasi, mos u shqetësoni. Besoj në reformën e drejtësisë. Jo, unë jam nuk jam e shqetësuar privatisht, do mendoj se kjo ka lidhje me publikun, në perceptimin e publikut. Në reformën e drejtësi, ajo nuk ka rëndësi presioni i kohës. Po ka nevojë të ketë presion. 25 vjet, mendoj se ka presion të jashtëzakonshëm, se po na ikin vitet më të mira të jetës. Po, dakor, duke parë njerëz që gënjejnë nga mëngjesit deri në darkë. Edhe unë kam një shqetësim, shoh fëmijët e mi që rriten në një situatë të këtij lloji dhe pres që fëmijët e mi të shohin mundësisht si gjithë shqiptarëve. Për hir të vërtetës. Shohin të mi, në fakt do doja të jetoja vetë edhe personalisht do doja të jetoja në një vend ku njerëzit shkojnë mbas hekurave kur vjedhin, me thënë drejtën, nuk do doja këtë vetëm për fëmijët e mi, e dua për fëmijët pa asnjë dyshim, po nuk dua të jetoj në një vend ku njerëzit shajnë gjithë ditën i korruptuar dhe asnjëri në fakt në fund ditës nuk përfundon hekura. Është e pamundur që kur një gjyqtar të niveleve të gjykatës lartë vjen në presion nëpërmjet telefonatës drejt për drejt nga kryeministri, ai kryeministri do ta pyesi veten. Ndërkohë që gjyqtarët, përfshirë gjyqtarët e gjykatës lartë, do të janë përpara shpatës së Demokleut që ka parashikuar Edi Rama në draftin e reformës së drejtësisë, me ato instrumente që Komisioni i Venecias ja ka. Për atë që ka dhënë okay në Venecia? Jo, në fakt Komisioni i Venecias i ka goditur pikërisht ato shpatë Demokleu nuk kemi lexuar nga Venecia. Venecia e ka thyer shpatën. Kjo është çështja që ka zgjidhur një herë. Do të shpatën nuk e ka më Rama. Por ajo që kërkonte Rama është që të mbaj sistemin nën presion, duke i bërë presion dhe gjyqtarëve gjykatës lartë. Në cilën pikë thuhet kjo? Ma thuaj. Po që t'ju marr atë shembullin e thjeshtë, mënyrën se si ndërtohet procesi i vettingut, duke vënë njerëzit e tij
Edi Rama në ata që do të bëjnë vetingun, dhe duke mbajtur sistem të politikanë të rinj që realisht shpresoj shumë që të jeni pjesë e një kulture tjetër politike. Jeni dakord juve që personeli vetingut të zgjasë 9 vjet, 11 vjet? Jo, mos bëni këtë pyetje po jo se. Unë pres që të mbaroj shpejt. Po, e keni rënë dakord opini për Kedin, a keni rënë dakord do negocioni prapë? Instrumenti që kërkon Edi Rama është një presion vazhdueshëm. E bëri Edi Rama me njerëz të tip. Ata pra ishin institucionet të emra të cilët shkonin. Doni shembullin se si bëhet. Po, patjetër, keni dhënë një alternativë se si do bëhet. Një kundërshtit që ne kemi, e kemi bërë qartë në Komisionin e Reformës Drejtësie, është Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Po. Unë vetë, madje në mënyrë kam dhënë edhe pozicionin tim, që të bëj unë një kompromis me ekzistencën e këtij Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, duhet së paku të shohë ndryshime thelbësore në mënyrën se si është parashikuar të funksionojë ai, kompetencat e tij dhe se si formohet. Sepse unë vetë mendoj që është i panevojshëm. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi është i panevojshëm. Po sigurisht për ka zgjidhje tjera, po nuk mendoni ju që këto janë zgjidhjet vetëm në univers për çështjen e drejtësisë, po sigurisht ka tjera. Kishte një arbitër Venecia. Po të lexoni Komisionin Venecia. Se nuk e votoni Venecia. Po të lexoni Komisionin Venecia. Kam një pyetje, kam lexuar. Pyetje Arionit lutem, Arion, po tani ke një orë nuk mund të shkojë. Është e pranueshme. Pse nuk e votoni raportin e Komisionit Venecias dhe të marrë fund kjo punë? Po është kur nuk është parë që mund të votohet Komisioni i Venecia, raporti i Komisionit Venecia të jetë kushtetues. Do të thotë që duhet të ulemi e ta përkthejmë në dispozitë kushtetuese. E te kalova, pse nuk po uleni, pse nuk po shkoni atje di. Për ta përkthyer në dispozitat kushtetuese, ulemi dhe bëjmë bashkë me dakordsi, siç thot Komisioni i Venecias. Se s'po e bëni? Po e nisëm. E nisëm dhe çfarë bëri? Sa unë vendimet e gjykatës kushtetuese nuk i zbatoj. Jo, s'ka Venecia. Tani, pyetja që shtrohet. Se nuk i bëni të dyja? Po, një sekond. Pyetja që shtrohet është, a mundet të reformojmë neve drejtsinë kushtetuese kur vendimet e gjykatës kushtetuese nuk zbatojnë? Jo, po kjo është edhe të ta kalosh. Lidhje ka Venecia tani. Po garanci kanë shqiptarët. Po garanci kanë shqiptarët që vendimet e gjykatës kushtetuese që të reformuar do të zbatohen, po aq sa zbatohen sot. Vendimet e gjykatës lartë do të zbatohen sa që zbatohen sot. Po, zoti Bilukbashi, pse si bëni të dyja? Mos kemi respekt për vetë. Pse si bëni të dyja? Pse nuk e bëni të dyja? Dhe Komisionin e Reformës dhe çuarjen e Rakip Sulit në kushtetuese. Marrëveshje me kërkesën e Partisë Popullore Europiane dhe Socialistëve dhe Demokratëve të Parlamentit Evropian. Pra nuk e votoni reformën në drejtësi. Nuk e votoni, por nuk vajtën këto aty. Sot, për respektimin e kushtetutës dhe zbatimin sistemik vendimit të gjykatës kushtetuese. E kuptoni ku ka arrit Shqipëria që kërkohet të zbatohet kushtetuta me një marrëveshje politike që vjen nga Bashkimi Evropian? Si mendoni që nuk e dim ne ku ka arrit Shqipëria që për Këshillin e Qarkut të Fierit ngeli 2 vjet statusi pa u marr? Po pse s'pyeti Edi Rama pse e bëri atë histori? Po sigurisht e pyet edhe për atë. Mua më është dashur një javë për të kuptuar gjithë atë qertut që kishte krijuar Partia Socialiste. Publiku nuk e kupton fare, ti je sigurt ato që kur mu desh mua një javë nuk i vë faj publikut atë histori. Por jo, një sekond. Dyja si ka kuptuar. Nëse neve e kemi të histori për mustaqet e X-it apo Y deputeti, nuk është kështu. Po flasim për gjë themelore që është zbatimi i kushtetutës dhe vendimi i gjykatës kushtetuese. Mustaqet e X-it, kjo historia po mbetet. Pyetje. Pse vendimi mustaqet e Çelos? Pse vendimi unë e lash pak më të hapur, po shkoj Po bëni të njëjtën gjë, është kaq simetrike situata sa të njëjtën gjë, mund barazojmë zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese dhe të kushtetutës e barazojmë me çështje tjera. Mund të barazohet reforma në drejtësi me 2 mandate deputetësh? Kjo në fakt nuk ka asnjë lloj, nuk ka asnjë lloj paralelizmi. Unë kam një hall të madh që ne në Shqipëri do t'i lëm më pas dhe për fatin e mirë apo të keq timin unë do më duhet ta ngre dorën atë sallë për të votuar një reformë dhe nëse unë e kam bindjen që kjo që është gatuar deri më sot në mënyrë të njëanshme nga qeveria, është diçka që do t'i prodhoj pasojë e Shqipërisë në të ardhmen, unë do të kërkoj me çmos, do bëj çmos. Më fal, po si zgjidhet kjo duke ndonjë neutral? Drafti që ka ardhur në Venecë, nuk e njihni ju? Ta mbaroj unë fjalinë dhe pastaj pyetja do ketë edhe më shumë kuptim. Po. Në qoftë se unë kam bindje, dhe kjo është hipotezë, që ajo që është gatuar nga qeveria është problematike për të ardhmen mbas 10-15 vitesh, kushtetuta do të na kalojë neve. Do të na kalojë neve. Po kush është drafti tani? Drafti nuk është drafti i qeverisë, është drafti që ka ardhur nga Venecia, apo jo? Ku keni parë që vjen draft nga Venecia? Jo, draft nga Venecia me gjithë ndryshimet, me gjithë komentet e reflektuara mbi draft, apo jo? Shumë e thjeshtë. Ky është opinioni i Venecias.
Nëse ju gjeni në një nen këtu të shkruar, unë jam dakord me juve. Po me që nuk ka, janë vetëm komente, nuk është kështu si thonë. Po pra, pikërisht të po them. Kjo është mënyrë për mos u përgjigjur. është mënyrë për mos u përgjigjur. Tani zoti Bylukbashi, kam dy pyetje, po. Lideri juaj kryetari i partisë ka thënë dhe vazhdon të thotë, ne votojmë reformën drejtësisë sipas opinionit Venecias. Pyetjet këtu janë thjeshta. Dhe neve opinioni Venecias mos bëjmë sikur nuk e shikojmë. 1, 2, 3. Edhe Ilva ka të drejtë, po thotë nuk ka draft të qeverisë, ka draft të opinionit Venecias të rekomanduar, rekomandimet të opinionit Venecias. Po nuk rekomandon Komisioni Venecias. Komisioni Venecias thotë një gjë. Komenton. Jemi të përgatitur ta konsiderojmë të pranueshëm. Tani, më fal zoti Bylukbashi. Nuk mund t'i thuash një grup i ekspertësh nivelit lartë. Zoti Bylukbashi. tani do të lajmë, nuk bën, do ta lëmë poshtë. Po, jo, pyetja shtrohet. Në A mundet kemi një draft që thot Komisioni Venecias, drafti që erdhi nga autoritetet shqiptare është shumë i mirë. Do ta bëni këtë ju, ta çoni prapë. Si mund të bëhet kjo? Si mund të bëhet kjo? Së bashku. Si mund të bëhet kjo nëse juve nuk merrni pjesë në tryezën e dialogut për reformën? Atëre, pyetja që shtrohet është se kjo ka lidhje me pyetjen time të parë që nuk mori përgjigje. Zoti Luarasi, pyetja ime është shumë e thjeshtë për të dhënë përgjigje saj. Tani, pyetje nuk shkon. Do ta kuptoni që është përgjigje kjo imja. Si mundet që ne të flasim për reformim të drejtësisë kushtetuese kur vendimet e gjykatës kushtetuese nuk zbatohen? Unë mendoj që dy mandate deputetësh dhe mosbatimi nuk ka të bëjë me që vendimi i gjykatës kushtetuese është i dobët. Në fakt ne po vazhdojmë që qeveria nuk e zbaton. Ne po vazhdojmë të bëjmë ato déjà vu në fjalëve, sepse personalisht po edhe mendoj për shumë njerëz që kanë syt edhe shohin në këtë tunelin e errët ku jemi futur, shohin një dritë jeshile aty larg. Reforma në drejtësi ka një 2 vjet. Është në fakt pikërisht te kjo reforma në drejtësi. Tani, te kjo reforma në drejtësi, unë mendoj që është gjithë thëmbra e akilit, edhe kjo pa diskutim që është shumë më e rëndësishme si çështje, shumë më tepër se sa mandatet e disa deputetëve atje. Besoj që po aq e rëndësishme sa reforma zgjedhore. Ta mbaroj. Kjo është e para njërë, që është shumë e rëndësishme se sa mandatet e 2 deputetëve. Aq më shumë që ne kemi 2 deputet që me vullnetin e tyre të lirë kanë pranuar ta çojnë mandatin e tyre në gjykatën kushtetuese. Shumë mirë, që dua të them, ta lutem ta mbaroj se nuk e kam mbaruar akoma. Me këtë dua të them që në momentin që mandatet e deputetëve shkojnë në gjykatën kushtetuese, patjetër reforma fillon të bashkëpunohet, edhe njerëzit fillojnë të punojnë mbi këtë draft që nuk që nga drafti më i mirë i mundshëm, dhe që ka shanse për të bërë drafti më i mirë i mundshëm. Po si mund të arish ti në një draft, në qoftë se ti thua, jo, unë zvi, jam allnuar tani edhe unë nuk vi në këtë tryezën e dialogut, se unë kam 1, 2, 3 kushte. Kjo është gjëja më e rëndësishme, jo, kjo nuk është ajo që them unë, kjo është ajo që mendon publiku që është totalisht i lodhur dhe nuk po e kupton pse ka ngecur reforma në drejtësi, që do ju çudis. Do më japsh përgjigje kur themi nga publiciteti? Sigurisht. E mbajmë. Mos u largoni. Jemi rikthyer në pjesën e tretë debatit, zoti Bylukbashi, se unë ndërpreva pak më herët, po thoni diçka për mandatin e deputetëve të gjykatës kushtetuese? Interpretimi që bën Partia Socialiste tani është ky, që çdo çështje, pra duhet shkojë Partia Demokratike të çojë çështjet në gjykatë kushtetuese. Edhe pse shkresa letra që deputeti Aleska i çoi kryetarit kuvendit thotë, ju lutem dërgoni kërkesën e PD-s në gjykatë kushtetuese. Ata që e kanë hartuar këtë zgjidhje që më pas u të roqen, e kishin qartë se ç'po kërkonin. Megjithatë nuk ka rëndësi kjo. Ajo fakti është që sot janë kthyer tek pozicioni. Çojeni juve, çfarë do të ndodhte? Do të ndodhte që për 140 deputet, ne do të kishim 140 çështje vendimarrje procedurale nga gjykata kushtetuese dhe 140 çështje substance nga gjykata kushtetuese. 280 konflikt interesi kemi në parlament? Po supozojmë mund të ndodhi. Po mund të ndodhi. Unë marr dhe analizoj aberracionin logjik dhe juridik kushtetues që kjo mazhorancë mendon që mund të gënjë shqiptarët. Ne si qytetarë të këtij vendi shohim mungesën mendojeni kaq thjesht. Dashurisë për të bashkëpunuar edhe mungesën e logjikës për të bashkëpunuar. Telenovele kushtetuese do të ishte. Kurse neve themi bëmë gjë shumë thjesht, duke ditur keqbesimin e kësaj mazhorance, Edi Rama ka të rëndësishme historinë e mandateve. Kjo është puna e atyre dy njerëzve që rin brapa derës, se nuk ka hapur derën, po duhet ta hapësh ti derën. Ashtu siç ka dhe hallin se po të iki Armando Prenga, nuk ka me kë zëvendëson se merr LSI-a pastaj, se tjetri që vjen pas Armando Prengës është gjithashtu i dënuar, është në burg. Pra, ajo që ka ai hall është që ta fusi në këtë cejtnot kushtetues.
pikërisht për t'i dalë kësaj përpara, në rastin e koçokogdhimës ne kërkuam një gjë, kërkuam interpretimin e dispozitës kushtetuese. Gjykata kushtetuese e ka bërë, është normë. Thot, nuk keni ju të drejtë ta ndani është apo jo për t'i hequr mandatin. Sa herë ju vjen nga 1/10 e deputetëve apo nga kryetari i kuvendit, do ma sillni mua. Vendimi është formal për të ma dërguar. Ai si ai vendimi që u mor për koçokogdhimën. Ishte fare formal. Tani, nëse ne kemi zgjedhur këtë, nëse Edi Rama do t'i çonte këto 2 mandate në gjykatë kushtetuese, unë nuk di të them që do ndodhit edhe nesër me atë ligjin të kriminalizimit, pakte me këto të dyja. Keni dhe tjetri. Në qoftë se këto të dyja do të shkojnë në gjykatë kushtetuese, do ta ndajë gjykata kushtetuese. Ne themi që janë në shkelet kushtetues. Dhe për këtë ka një arsyetim të plot. Do ktheheni në tryez apo keni kusht tjetër? Një sekond, edhe një herë. Në qoftë se Edi Rama shkon shkatron çdo gjë të mundshme, sepse qëllimi i tij është krijoj sa më shumë rrethana negative mbi procesin. Tani, çështjen kush e ka fajin pastaj apo ka Partia Demokratike. Ne kërkojmë të mbyllim këtë. Ne kërkojmë të mbyllim. Se ju do shkoni te reforma në drejtësi? Atëherë edhe një herë, më duket kam përshtypjen që zoti Basha këtu në këtë studio e tha në qoftë se ose diku në një ato studio e thënë, po ne shkojmë. Nëse shkojnë ata 2 kushtetë çështjet e 2 mandateve deputetëve. Se nuk e ndan parlamentin se ikin apo do dalin diçka tjetër. Edhe një herë, në qoftë se mazhoranca ka qëllimin e keq që këtë marrëveshje me 3 pika të rëndësishme ta thyejë në gjitha pikat e veta, sigurisht neve mund ta marrim rrezikun edhe për të bërë marrëveshje. Ju e dini shumë mirë që kur risku, po do rritet çmimi, policia e sigurimit të rritet shumë tepër se kaq. Sepse është njëri që është i pa jo, s'du të përdor termin i pa besë në marrëveshje se ndoshta shumë i fortë, por është i pa besueshëm në marrëveshjet që bën. Doni t'ju numroj. I ka pa fund. Do kthehemi nga 2002 apo tani? Marrëveshjen e prillit me atë. Jesh mbushur. Marrëveshjen e prillit me atë. Po të zgjidhni dhe kryetarin e Partisë Socialiste dhe do ishim gjithë të lumtur. Zoti Bilubashi, një gjë kryeministrin domethënë. Vura re se që parë thatë që ky nuk është opinioni, për mendimin tim ky opinioni Venecias dhe ashtu si po implementohet nga mazhoranca në komision, nuk është drafti më i mirë. Dhe lat shtek për interpretim. Mos i ngatroni. Drafti që kanë paraqitur ekspertët e mazhorancës nuk është drafti më i mirë. Po kjo është histori e vjetër tani. Nuk është më lajm. Po e dini që është po ai draft që kemi përpara? Kemi draft me komente. Keni draft me komente. Draft me komente që ja kërcasin. Të cilët keni rënë dakord përpara ndërkombëtare që do ta kemi biblën e punës me cilën do të punojmë. Dhe askush nga ju nuk është ndaluar që t'i bëj ndryshime totale këtij drafti, vetëm kërkohet që ju tuleni në tryez. Sa një procesi që është zhvilluar deri tani. Si mund të bëhet tryez? Si mund të bëhen ndryshime? Si mund të bëhen ndryshimet? Nuk mund të pyesësh mua për gjëra juridike se unë nuk mund të pyes ty për elemente që janë profesionalit gazetarisë. Ne kemi bërë kërkesë për 10 çështje që janë shumë të rëndësishme në kuadër të si mund të zgjidhet në një të opinionit Komisionit Venecias. Ne kemi 10 çështje shumë të rëndësishme, prej cilave 5 i kemi diskutuar, nuk janë zgjidhur ende. Po të paktën diskutimi është bërë. Janë diskutuar, po kjo është një nga elementet. Dhe janë 5 çështje të tjera të shumë të rëndësishme që janë të pazgjitura, të padiskutuara. Që juve nuk shkoni për të diskutuar. Pra në qoftë se ato 2 mandate do të shkonin për të vendosur më pas nëse gjykata kushtetuese mund të thotë që X dhe Y janë të rregull. Nuk është çështje, nuk e ndajnë dot. Nuk merrem fare me vendimin e gjykatës kushtetuese. Edi Rama krijon vazhdimisht këto me idenë e tij që duke bërë në këtë formë njerëzit do të mendojnë që është Partia Demokratike që bllokon. Në fakt po mban bllokuar për mustaqet e çelës aty juve. Në perceptimin e publikut mban bllokuar reformën në drejtësi. Dhe ju garantoj unë shumë shpejt. Ai që nuk shkon në tryez bllokon procesin. Duke mos çuar to 2 mandate për diskutim gjykatë kushtetuese, bën pikërisht këtë. E di shumë mirë se ç'po bën. Me koçokogdhimën e bëri. Pastaj ishte gati ta bënte para një muaji edhe me Rakip Sulin. U gjet një sebeb për ta shtyrë seancën dhe në seancën pasardhëse se u vendos për të mos ta dërguar. Zoti Bilubashi, ju jeni të pakënaqur nga opinioni Venecias? Pristi të kishit një prishpërim tjetër? Pristi që unë them në gjë tjetër nga ajo që shton nga Partia Demokratike që ne do ta bëjmë reformën drejtësisë sipas kësaj komisioni. Jo, këtë kam një pyetje tjetër mbas kësaj. Ju jeni të kënaqur, jeni dakord me juristë, nuk është vetëm Partia Demokratike në këtë rast, është edhe çështje juridike. Komisioni Venecias ka thënë një nga gjërat më të mërshme për këtë draft që ne kemi përpara nga ekspertët e mazhorancës. Dhe lë të hapur problemin edhe në këtë raportin final. Në raportin interim thot,
që ky sistem i propozuar institucionesh është shumë i rënd, shumë cumbersome, shumë i rënduar, shumë i ngathët. Në atë të interimit, Një sekund, po nuk është zgjidhur problemi. Raportin e ndërmjet. Jo, te ka thënë që mund të rri skema, mund të rri skema. Po pra, mund të rri skema. skema. Këta të lotshme dhe të pakuptueshme për publikun. Po mirë, problemi është e publiku. Tani, mazhoranca thot, kryeministri thot që do miratohet reforma. Ju si Parti Demokratike, mendoni se do miratohet reforma në drejtësi apo jo? Tani, ju thani një gjë shumë rëndësishme, është e pakuptueshme për publikun dhe në fakt mua më vjen keq që ne konsumojmë kaq shumë kohë për diskutuar një gjë që publiku nuk kupton. Unë besoj që publiku thjesht, edhe ne, po të ishim qytetar thjesht, sot do kemi frikë kur mendojmë sistemin e drejtësisë. Kjo edhe për shkak të një percepcioni që në vitet e fundit është rënduar dhe më shumë se sa ç'është realiteti. Madje Komisioni vetë thotë, bëni kujdes se do ta rëndoni edhe më shumë percepcionin negativ. Por që është keq, është keq. Edhe unë jam qytetar, sot kam një petk politik, nesër do ta kem, do të jem unë si gjithë tjerë dhe nëse sistemi i drejtësisë nuk ndryshon, do të kem hall njësoj si gjithë ju. Dhe nëse ne diskutojmë për kush merr kë në hierarkinë e lartë të sistemit të drejtësisë, nuk kemi zgjedhë gjë. Ne na duhet drejtësia e shpejtë, transparente, pa korrupsion, efikase, në shkallën e parë, mundësisht pa patur nevojën e apelimi në shkallën e dytë. Mos shkojmë kurrë në shkallën e gjykatës. Mos të themi ato për cilat bijem dakord Por gjithë. e kuptoni që kjo është reforma në drejtësi është kaq e thjeshtë. Ama, kaq, kjo që thashun. Por ama, nëse reforma në drejtësi, nëse reforma në drejtësi komplikohet me një sistem i cili është vulnerabël ka shih presionit politik nga jashtë, ne nuk kemi gjënvi. Atëherë, pyetje direkte do të lutesha përgjigje drejt për drejta. Opinioni përfundimtar që ka ardhur nga Venecia për draftin e propozuar nga Komisioni ad hoc për reformën drejtësi. A do ta zbatoj, a do ta ketë pjesë të punës së negociatës Partia Demokratike, apo nuk e njeh dhe thotë që nuk e ka zgjidhur problemin reformën drejtësi? Unë besoj është thënë më qartë nuk bëhet që Partia Demokratike do të punojë me këtë dokument si dokumenti themelor, mos them si dokumenti shenjtë, por mos vënë emrin e një prej dokumentave, të një libër të shenjtë, për të shkuar në zgjidhjet për reformën drejtësi. Besoj i ka të gjitha hapësirat e nevojshme që ne të ulemi dhe të bëjmë kompromise. Mos harroni. Sot që flasim, jo para se shkojmë të kompromise se e di që aty është vështirë. Mos vik pak që këtu. Sot që flasim me paketën kushtetuese që është përgatitur, draft paketën kushtetuese. Aja është dakord Partia Demokratike? E kemi thënë, minimum janë 10 pika, pa i ndarë në 9 pika, se pastaj shkojnë, janë 10 pika kardinale që pa u zgjidhur ato nuk mund të ecet. Po ju jap një shembull. Jo, një sekondë, se duhet ndalem këtu. Kam edhe një fjali tek letra e zotit Basha që lexova me vëmendje e përmendët dhe ju ishte një fjalë kyçe. Thash, pa u zgjidhur ato, ai draft nuk mund të shkojë në votim. E thueni edhe një herë këtë? Ai draft pa u zgjidhur këtë çështje, që do thotë do të zgjidhen me kompromis. Ne mund të kemi ndërmend një zgjidhje, pala tjetër një zgjidhje, në fund fare shkruajmë një të tretë së bashku. Pa u zgjidhur këtë çështje, ai draft ka probleme të mëdha. Dhe këto i thot Komisioni i Venecias. Ai draft nuk mund të shkojë votim. Pra, magjoranta nuk mund ta çojë në parlament këtë draft nëse nuk shkon mirë. T'ia kursejmë shqiptarëve atë që është zgjidhje teknike që duhet i bëjmë ne. Më bëri përshtypje e përmendë disa herë thatë edhe tek parakushtet për letrën që do të kishte një shtrat kushtetues. Çfarë do të thotë kjo fjali që ju e thatë pak më herët? Çështjet e tjera të rëndësishme përfshirë një reformë të plot kushtetuese. Çfarë është reforma e plot kushtetuese? Po, besoj vetë fjala e plot nuk kupton shumë. Ne sot jemi përpara një për fat keq, me ndryshimet drastike, masive që po i bëhen kushtetutës sot, jemi përpara një zbilançimi shumë të fortë të gjithë ngrehinës, të gjithë arkitekturës kushtetuese të kushtetutës. Nuk po flas vetëm për sistemin e drejtësisë. Pjesa e sistemit të drejtësisë është më vete problematike, por është një nga 3 kolonat. Dhe asnjë nga 3 kolonat nuk funksionon e vetë me shkputur. Sistemi check and balance bën që nëse një pjesë, më dëgjoni me vëmendje për këtë. Po. Dhe është një shqetësim themelor. Nëse një pjesë zgjidhet keq dhe fillon të jep problemet në harkun e disa viteve, kjo do të marrë me vete edhe 2 kolonat e tjera të pushtetit, ekzekutivin dhe legislativin. Tani unë do t'jap një shembull për këtë, që të kuptohet. Kryeministri Rama erdhi në pushtet dhe bëri diçka që për shumë u duk cool, duk shumë interesant, u duk moderne, diçka e pa parë më parë, në fakt bëri një veprim jo antikushtetues, ekstra kushtetues.
hoqi mandatet e deputetëve për ministrat. Si rregull, mendohet që një ministër vjen nga pjesa elitare e një grupi parlamentar. Dhe shumica prej tyre ishin deputet. Duke hequr mandatin, Edi Rama e ka transferuar, e ka lëvizur pikën e gravitetit kushtetutës drejt modelit britanik, që ka kabinet. Kryeministri ka kabinet. Na ikët nga reforma për drejtësisës. Ishim ke drafti, më rëshkite shumë. Bët një pyetje për reformë të plot kushtetuse. Kam përshtypjen që nga kjo fjali do dalim që nuk ka marrëveshje për reformën aktuale drejtësisë. Nuk besoj që është kjo çështje. Reforma në drejtësi bëhet, më fal. Reforma në drejtësi. Shqiptarët prisnin në mars të minatoj se kështu i tha dhe Kerit. Mund ta bëjmë të gjithë. Atë i tha Edi Rama marsin, dhe e gënjeu. Marsi iku dhe nuk e mbyll dot. Nuk e gënjeu Rama, nuk u bë sepse ju jeni në komision. Zoti Bylukbashi, doni të qëndrojmë argumentit ose unë mund të transferojmë shpejt nga argumenti në argument. Nuk kam problem. Po mos më ikte çfarë bëri Rama në ministrat e tij se edhe një herë, po që ta kuptoni. Jemi përpara kushtetuta ka një arkitekturë të saj. Të gjitha pjesët funksionojnë në bashkëveprim me njëra tjetrën. Nëse një pjesë shkon keq, këtyre propozimeve që janë bërë, në vitin 2008 ndryshimet që u bënin ishin për të korrektuar një propozim sistemin. Paketë të re për ndryshime kushtetuse? Po në fakt po ta vëmë re ftesën aty është të ulemi, të diskutojmë, të takojmë për të bërë dhe këtë. E kuptova unë, prandaj po bëj pyetjen. Dhe nuk është çështje që e bën Partia Demokratike dhe me që ne kërkojmë tani duhet miratohet ajo. Jo, ulemi dhe bëjmë bashkë. Pra, reformën në drejtësi, mbasi ti ishni kushtet. Reforma në drejtësi në korespondencë të plot me aspektet e tjera, në mënyrë që mos të deformohet struktura e kushtetutës. Në çfarë? Më besoni që në cilin nga propozimet deformohet struktura e kushtetutës? Mund ta e bëni konkret? Po ne kemi sot, pikërisht unë këtë jam duke. Neve kemi përpara një sistem që është shumë i fragmentuar. Po. Jo ky që kemi sot në kushtetut, ky që po propozohet. Ky që propozohet, po. Ajo që kemi ne sot në kushtetut është një sistem standard evropian. Thjesht, ne mund të kishim dhe zgjidhjen që këtë sistem standard evropian ta përmirësonin, të luftonin korrupsionin brenda tij, të hiqim korporativizmin, dhe të bënim 2-3 ndryshime dhe ta mbanim sistemin siç është, por të përmirësuar. Kjo duke bërë gjithë tjetrën. Mos harroni që pjesa më e madhe e korrupsionit në drejtësi vjen për shkak të korrupsionit në ekzekutiv. Jo, se kam fjalën për tenderat, e kam fjalën për pronat, legalizimet, tatim taksat, shkon keq atje, pa korruptohet edhe pjesa tjetër që është gjyqësori. Tani, duke qenë se këto janë të ndërlidhura me njëra tjetrën, prandaj duhen parë. Ç'kemi neve? Ne kemi një... Jo, më thuaj pak pse është i fragmentarizuar këto propozime. Pikërisht. Kemi një sistem që ka rreth 10 institucione, të cilat janë menduar që për të luftuar korporativizmin që çon në korrupsion, ta stoptojmë sistemin, me një fragmentim gati, ju kujtojnë ato, po themi, ato feudet e dikurshme ku secili ishte për sa bet. Kjo është kundër Venecias. Kjo është kundër Venecias. Venecia ka kaluar këtë. Jo, të jemi të kapur. Komisioni i Venecias ta thotë që sistemin e ke shumë kompleks. Është te raporti ndërmjet. E ke shumë kompleks tot dhe nuk ta ka zgjidhur këtë problem Venecia. E ka kaluar te dyta për të luftuar korrupsionin. Unë kam një problem që nesër edhe si operator thjesht si konsumator i sistemit drejtësisë kushtetuese do më duhet përballem me këtë situatë dhe mund mos jap kurrë një zgjidhje një problemi. Kurse juve mund të bëni thjesht gjithë ditën kronikën për këtë problem, ama problemi mbetet atje. Kështu që unë po ngre problemin se merr. Zoti Bylukbashi, hiq pakun, vetëm inspektorati është shtuar. Kedi në një farë mënyrë e bën te KLD-ja. Çfarë është shtuar që e ka fragmentarizuar? Po KLD-ja siç e shtojmë KLD-n neve me atë që ka sot KLD-ja. Ju zëvendësojmë se ajo KLD e pam çfarë drejtësie na prodhoi. Hajde gjejmë mekanizmat të tjerë të cilë i ka dhënë Viston Venecia. Ja, po dini çka kanë propozuar këta? Po. Kanë Jo, propozuar. këta kush, zoti Bylukbashi? Majoranca. Majoranca e ka propozuar. E morë vesh. Majoranca në rishkrimin e draftit kushtetues në janar, mbas kritikave të rënda që i bëri Komisioni i Venecias, okay. Këshilli i lartë gjyqësor është ai që do të disiplinojë të gjithë gjyqtarët, nga gjyqtarët e gjykatës së lartë e poshtë. Po. Pra, edhe emrime, edhe disiplinime. Nga ana tjetër, këta gjyqtarë, pra antarët e KLG-s, sipas propozimit që bën, do të disiplinohen këta nga Tribunali i Drejtësisë. Por, Tribunali, 6 prej tyre janë gjyqtarë gjykatës lartë. Pra janë persona që disiplinohen nga Këshilli i Lartë gjyqësor.
Pra, mundësia për një korporativizëm të frikshëm, duke bërë një detant midis Tribunalit Drejtësisë dhe Këshillit Lartgjyqësor për të mos dënuar askush asnjë midis tyre, është 100% aty. Dhe kjo është zgjidhja që na kanë dhënë këta. Kush është zgjidhja? Pra neve kemi garancinë që sistemi i drejtësisë do të jetë edhe më i korruptuar se kaq. Dhe kurrë nuk do të çojnë përpara drejtësisë njëri tjetrin ata. Pse? Sepse ti më promovon ose më disiplinon mua, dhe kur vi rradha të disiplinoj unë, do të kthej favorin kur ti nuk e ke bërë. Shkoni në komision, zoti Bylukbashi, arrini kompromisin me ata, dhe Problemi që zgjidhjen. dëgjova unë nga pyetja e Ilvës ishte që Po, mendimi juaj kush për është këtë. se ka probleme. Tribunali ka të bëjë me Po, inspektoriatin. dhe tani. unë besoj, Po. inspektoriati, me mbani mend si ishte inspektoriati në fillim, me Ministrin e Po lëre si Drejtësisë, ishte si e kemi aktualisht. me Te Ministrin e ky draft i Drejtësisë që fundit. bën inspektimin e inspektoriatit. Rregullua ajo Zoti pjesë. Bylukbashi, një Mos pyetje. përfitoj që nuk Majoranca ekspert thot juridik që këtu brenda këtij sesioni parlamentar mund të do miratohet reforma për drejtësi. Ju mendoni se do miratohet brenda këtij sesioni parlamentar? Unë besoj që me angazhim, me vullnet mirë, ne mund të bëjmë çudira, çudira, janë çudira në fakt, kemi dhënë Por prova, vullneti mund të ulemi dhe të gjejmë zgjidhje njëra mbas tjetrës. Dhe ju garantoj që kur fillon të zgjidhet pozitivisht, ecën mirë procesi. Problemi është që ka nisur keq, sepse donin ta vinin të gjithë situatën. Po, pyetje tjetër në varësi të kësaj. Ju jeni antar i grupit parlamentar dhe javën e kaluar keni marrë vendim që do bëni protesta në gjithë vendin për të vazhduar me një protestë shumë madhe, protestë finale në Tiranë. Me thënë, këtej keni 2 kushte, 3 kushtet mbetura, njëri sot ra dhe për reformë drejtësi. Pyetja logjike është, si mendoni ju se do miratohet kjo reformë drejtësi, një klim protestash dhe në një klim kushtesh nga cilat njëri ra sot? Se këto kanë lidhje me njëra tjetër. Pyetja është pyetje, kanë lidhje këto, Unë sepse vetë nuk i shoh edhe me në lidhje. 2002 kur u bë detanti takimi me Ajo që unë shoh Rama është- Berisha nuk ishte Ajo që protesta. unë shoh për ditë më tepër është kërkesa nga njerëzit për të reaguar fort. Dhe kjo është detyra opozitës për ta bërë. Protestat do t'i bëjmë pa diskutim. Por ne derisa dolën këto probleme me mosbatimin e kushtetutës dhe vetë gjykatës kushtetuese, ne ishim në tryezë. Dhe unë besoj që reforma e drejtësisë bëhet në atë tryezë. Por bëhet kur mazhoranca gjithashtu do dojë të pranojë, sepse i kemi neve votat e fundit fare. Nuk e bën dot ajo vetë. Do ta bëjmë me ne, sepse kështu thot edhe marrëveshja. Po, ashtu thot marrëveshja, po ju bëhet nuk doni në ta bëni kompromis, reformën. do të bëhet me kompromis, thot marrëveshja e Po, 24 dhjetorit. Po si mund të arrihet kompromisi kur njëra palë nuk bashkëpunon? Kjo është pyetja e madhe. Po pra, $1 milion. çështja është kjo. Mos pala që nuk po bashkëpunon është mazhoranca e cila vendos gjithmonë situata të cilat çojnë drejt deflagracionit. Pikërisht kjo ka lidhje me atë që po thoja unë pak më përpara, që për të nëse treguar unë publikut do që t'isha juve nuk merreni vetëm me mandatin e 2 deputetëve, se kjo është një çështje që për prevalon nëse mbi unë do t'isha mandatin e në 2 rolin tuaj deputetëve. Në fakt do merresh me atë që është më e rëndësishme dhe pastaj ai shkohet në fund patjetër edhe çështjes së mandatit. Të caktuar sigurisht dhe ju të ishit në karantinë, mund do t'ju bëja këtë pyetje. Dhe juve do të ishit në vështirësinë për të dhënë një përgjigje ose jo, nuk ka rëndësi. Po e them edhe një herë. Edi Rama do të krijojë, besoj unë, do të krijojë situata të tjera shpërthyese në politikë. Dhe kjo është një gjë që mendojnë për të krijuar spiral për ta mbajtur çështjen të hapur. Të jeni të sigurt se publiku i thotë të dyja palëve që duan të mos ta bëjnë marrëveshjen dhe krijojnë spiralin e dyja palëve. E di çfarë ka një pyetje koston e keni validur koston elektoral. E di çfarë besoj unë është më e vlefshme. Edhe koston me partnerët. Përveç elektorale. Besoj unë është më e vlefshme. Është që në arkun e disa muajve, përteksa bisedës tonë këtu dhe atyre letrave dhe çdo lloj diskutimi, ne arrim në një kompromis dhe themi kjo është paketa kushtetuese e reformës në drejtësi, të gjithë të kënaqur. Mos flasim fare çdo të themi mbas 1 ose 2 vitesh, por le të themi të kënaqur në atë moment dhe jam i sigurt që ne do të kemi harruar gjithë diskutimet e deri tanishme. Gazetarët do të kenë harruar këto, opinioni publik do të ketë harruar. Pse? Sepse është miratuar paketa ndryshime në drejtësi. Dhe unë besoj që kjo do të ndodhë dhe politika shqiptare nuk ka rrugë dalje nga kjo. Sepse është imperativi pa diskutueshëm. Me këtë parlament mbas zgjedhjeve kur? Jo, ne kemi një proces. Ja, për shembull, nëse kjo mazhorancë do t'i çonte më një herë ato 2 çështje gjykatës kushtetuese, ne do ishim ulur në tryezë. Nuk e bën, ne vazhdojmë këtë lloj debati. Tani, ajo që t'ju jap një shembull për të kuptuar një nga defektet që ka ky propozim që bëj, çdo të thotë kapje. KED-ja, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, është i formuar në mënyrë të caktuar dhe po themi kanë filluar të tërhiqen nga ajo mënyrë formimi që çon emra të përvetshëm.
Gjithashtu, KED-ja është ajo që bën renditjen e kandidaturave që vinë. Por është menduar që renditja që bën KED-ja, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, do double checket nga... Jo do double checket. Do t'jetë kjo rrugdalja nga një bllokim i votimit në parlament. Pyetja që shtrohet këtu është, po sikur mazhoranca, ose po sikur forca politike që ka kontrolluar KED-n në momentin e formimit të saj, dështon votimin në parlament, në mënyrë që të shkohet automatikisht tek i pari i listës së renditur, se kështu thot paketa kushtetuese. Pra jemi përpara një mënyre për të minuar procesin politik kushtetues në parlament, që ky grup personash, të cilët nuk kanë legjitimim me vot, nuk i japin llogari askujt, as përpara Zotit. Këta janë ata që përcaktojnë në fund fare kush do të jetë funksionari i lartë që shkon në gjykatën, në Këshillin e Lartë Gjyqësor, në Këshillin e Lartë Prokurorisë etj. Dhe kush është rasti? Mirë, po ka shumë filtra derisa shkojë te lista, ka shumë filtra të tjerë. Ka një çështje të re në gjykatë kushtetuese nga Partia Demokratike në lidhje me mandatin e gjyqtarit e një gjyqtari gjykatës lartë. Aktualisht, një nga gjyqtarët e gjykatës lartë është në shkelje të hapur, pra mazhoranca e ka fajin, nuk është më 9 vjet, po e ka 11 vjet sot mandatin. Dhe ky është një nga gjyqtarët emri të cilit shkon me rregull treshi në këto formulat e propozuara nga mazhoranca. Dhe i dinte Venecia që këto emrat kanë një personazh nga mbrapa që ju e thoni është i majtë dhe ka lidhje. Venecia nuk dinte fare këtë pjesë. Tani shiç kemi ne. Po nëse nuk e dinte do thoshte nuk më pëlqen, ose nëse do kishte dëgjuar vërejtjet tuaj, do thoshte ka diçka te ky sistemi i kjedit që nuk e miraton. Është interesante. Analogjia është e plot 100%. Mazhoranca për 2 vjet rresht ka dështuar 7 votime në parlament për emërimin në gjykatë lartë. Sepse është një dispozitë në ligj, jo në kushtetutë, kushtetuta thotë është 9 vjet dhe mbyllet aty mandati, një dispozitë në ligj thotë që gjyqtari rrin detyrë derisa vjen tjetër. Kjo është normale, po kjo është për pak ditë kjo histori. Ndërkohë, pikërisht për këtë, duke përdorur këtë klauzol, gjyqtarin e kanë lënë jo 9, po 11 vjet, sepse është një gjyqtar të cilin opozita godet fort e thotë është i lidhur plotësisht me mazhorancën. Tani, nëse këta kanë dështuar procesin e votimit në parlament, në mënyrë që ta mbajnë të gjyqtar që e preferojnë, ta mbajnë në gjykatë lartë sot e kësaj dite. Kush është vërtetësia për të dështuar votimet në parlament që i pari listës renditur nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi i kapur nga Rama sot, të jetë ai që do të jetë rrugëzgjidhja e dështimit në parlament. Prandaj ju them, i kanë bërë keq, janë të korrigjueshme. A ra dakord për strukturën dhe funksionimin e KED-it? Pse ngrini akoma se kemi ngritur këto probleme, është lënë detyra ekspertëve që t'i japin zgjidhje. KED-i kaloi me sa diu. Të paktën që ra dakord që do e diskutoni. Kur të vijë shkruar, do themi që kemi rënë dakord. I është lënë detyra ekspertëve, edhe ndërkombëtar, që të bëjnë formulimet mbi bazë të diskutimit që bëhet aty. Kam publicitet në fundit, rikthehemi për pjesën e mbetur debat. Mos u largoni. Jam në debatin në pjesën e fundit të mbetur. Zoti Byllykbashi dua të flas pak për reformën zgjedhore, se thatë që është më e rëndësishme se gjitha reformat përfshin ndoshta ato të drejtësisë. Po para se të dalë aty, nëse të njëjtën kërkesa e dy deputetëve, është po aq, okay. Do ta diskutojmë më pas. Nëse të njëjtën kërkesat e deputetëve vetofrimi për të shkuar në gjykatë kushtetuese merret parasysh 14 votat e deputetëve ndodhin shkojnë në gjykatë kushtetuese. Mbaron bllokimi i reformës? Po, sigurisht që këto janë vendime që janë vendime kolegjiale, janë vendime politike të partisë, grupit parlamentar dhe vendos ajo. Unë ajo që më shqetësoj, unë shpresova të kishim një qartësi, thellësi logjike nga mazhoranca sot, ishte që ato ndryshime që në fakt janë të vlefshme si për ne, si për Partinë Socialiste kur të jetë ajo në minorancë, në lidhje me komisionet hetimore, funksionimin efikas të komisioneve hetimore, që do të thotë ngrihet komisioni, por nuk e vret, nuk e vdes me quorum, pra mazhoranca, PS-ja kësaj radhe, PD-ja, po themi më vonë, me që nuk i intereson të kontrollohet, largon antarët e vetë, por edhe komisioni nuk funksionon. E ngrite, po është një e në bosh. Ne këtë propozim e zgjidhim me propozimet tona sot. I vlen sot PD-s, i vlen nesër PS-s dhe ku di unë në eternita, në fund fare. Por
mbi gjitha ajo që më shqetëson mua, nuk ishte kjo, se nuk është e thënë para çdo propozim tonë, po është e lidhur drejt për drejt një marrëveshje që e kanë firmosur vetë. Funksionimin efikas të komisioneve, nuk kemi thënë funksionimin e komisioneve, funksionimi efikas të komisioneve. Dhe në fund fare, duke pasur mazhorancën në komision, erozojnë ata raportin tonë. Nuk ka problem, janë ata që janë mazhorancë, vetëm duhet jenë prezent. Edhe sikur në çdo rast, sikur mos t'jenë në komision dhe ne miratokemi një raport me minorancë, është pra parlamenti që do arrozoj. Pra nuk është ky problemi. Po donim pra shqetësimi është thyrja e një prej 3 elementeve substancial: dekriminalizimi, komisionet efikase, zbatim sistemik i vendimit gjykatës kushtetuese. Kur do kemi rezultate për dekriminalizimin? Një sekond. PD-ja do ketë ndonjë të prekur nga rasti veta? Shtimi i këtyre situatave që lidhen me këtë marrëveshje të rëndësishme është shqetësues. Megjithatë vendimet janë në grupit parlamentar. Deri para ditës së sotme ne kishim thënë, zgjidhni këtë çështje dhe ne vazhdojmë procesin. Çështjen e zbatimit të vendimit të gjykatës kushtetuese. Tani bëhet një pyetje në lidhje me dekriminalizimin. Ka dy aspekte. Një është një ligj që është shumë i fortë, i cili ka filluar në ato, pra në zyrtarët janë duke firmosur. Unë besoj një pjesë e madhe janë dhe duke gënjur, por aty e kanë përdzest vet, e kanë momentin kur kanë thënë jo, firmën poshtë, është vepër penale, do t'i dalë historia dhe në fund shkojnë dhe për ndjekje penale, eventualisht burg. Për çfarë? Për falsifikim. Ne shpresojmë shumë. Po, ky ishte ai truku i vogël që e përdorin tjerët më shumë se neve. Ju çitnit formularin që përdorin Shtetet Bashkuara për zyrtarët e lartë, ishte i çuditshëm. Domethënë ishte i çuditshëm, ishte shumë i fortë dhe ne ndoqëm atë version. Tani, kjo është një aspekt. Dhe është zbatimi, po themi, jo rutinë, po zbatimi i ligjit që është shumë i rëndësishëm, po për herë të parë. Po kemi aspekt që është fryma e dispozitës, fryma e ligjit. Kur themi që do largojmë zyrtarët e inkriminuar, në fakt jemi duke larguar zyrtarë që jo vetëm janë të korruptuar në aspektin, po themi, edhe moral për të shërbyer ata, nuk mund të ofrojnë ata besim tek publiku nëpërmjet një funksioni që kërkon besim të publikut. Kush e thotë që janë të inkriminuar? Ligji flet për ata që janë të dënuar. Dakor? Por për kategori të caktuar, për vepra penale të rënda të kryera në vendet e Bashkimit Evropian, ku nuk pra në Gjermani nuk e arrestojnë dikë që ta pengojnë për të zgjedhur në Parlamentin shqiptar. Nuk besoj. E arrestojnë për drogë, e kanë arrestuar për drogë. Në këto raste, ne japim pezullimin e funksionarit. Tani, shtesa që bëhet në rastin e këtij amendamenti që është nesër, është pikërisht kjo, që të shkojmë edhe tek fryma, themi një person që është shoqërisht i rrezikshëm, aq shumë, saqë janë indicë që janë shumë të forta, sepse është arrestuar në flagrancë në kryerin e një krimi të rënd, vrasje ose plagosje, për kaq bëhet fjalë. Në flagrancë për vrasje ose plagosje, ne pastaj sikur mos ke ndodhur asgjë ta pranojmë të votojmë në parlament, të marrim vendime si ministër, të jetë zyrtar i niveleve të tjera. Unë nuk besoj që shqiptarët e pranojnë këtë. Dhe këtu, këtë po kërkojmë neve, ne këtë kërkojmë. Tani, këtu ka një analogjia është e plot, gjyqtarët sot, me ndryshimet që bën 2014 dhe me një propozim që firmosër edhe nga Mark Vroku në 2014, në seancën e 31 korriku 2014 që bën një seri ligjesh të rëndësishme, ishte një ndryshim që thoshe gjyqtarët kur i regjistrohet një procedim penal, kur fillon procedimi penal për ta, pezullohen. Gjyqtari në hierarkinë kushtetuese është i njëjtë me deputetin dhe me ministrin. Pra janë individ të një prej pushteteve. Pse gjyqtari pezullohet vetëm se i ka filluar një hetim dhe po themi e pranojmë se është e drejtë, dhe një zyrtar i lartë për cilin ka filluar një hetim dhe është arrestuar madje në flagrancë, ky nuk pezullohet, madje mund vite të votojnë në parlament. Pyetje se i kthyen intervistë dhe kanë kanotat me gjithatë. Një pyetje vetëm me që janë të dekriminalizimit. Po, dekriminalizimi është çështja po i çojmë parti, kjo është problemi i madh. Aksionohen të drejtat kushtetuese me dekriminalizimin, nuk pyesi politikan, si jurist. Unë besoj që jo vetëm neni 17 i kushtetuesës që thotë që për interes publik në mënyrë proporcionale dhe me ligj mund kufizohen të drejtat parashikuara nga kushtetuta. Por ne nuk i lamë vetëm këtu, kemi bërë ndryshimet kushtetuese, ju e keni parasysh, ne ndryshuam kushtetutën për t'i dhënë mbështetjen kushtetuese ligjit. Pra nuk e cënon apo jo? Nuk e cënon. Nëse shkon një NGO dhe e çon gjykatë kushtetuese, nuk ka problem. Do t'ja përgjigjem për këtë, po jo vetëm kaq, ne kemi bërë në përputhje me raportin që përgatiti Komisioni i Venecias, duke na thënë si ta zgjidhnim problemin. Kështu që unë uroj që
Edi Rama nuk do t'i shkojë mendja që të investojë 28 firma deputetësh që kanë votuar pro ligjit për ta çuar në gjykatë kushtetuese. Jo, nëse e çon një Ko çoko gëdhima i vetëm nuk e çon dot. Po apo jo, në gjykatë kushtetuese. Po mbaj mend që Komiteti i Helsinkit dikur çoi ligjin për antimafian, gjykata kushtetuese quajti mirë, po neve donim gjithat ligjin për antimafian. Nuk e çon njëri, sepse kanë frikë nga konsensusi politikës. Po e zoti Bylykbashi e di shumë mirë sa i cënueshëm është ligji. Po nuk po e thon pra, nuk e tha as si jurist, jo si politikan. Edhe atë që tha si jurist, jo ja të mbaroj, vetëm dhe atë që tha për flagrancën, kushtetuta është ndryshuar tani në dhjetor për t'i dhënë mbështetjen e plot kushtetuese këtij ligji. Kemi bërë ligjin përpara, kur e kemi draftuar. Po keni bërë ligjin, mos ta çoni gjykatë kushtetuese. Kemi bërë ligjin, kemi ndryshuar kushtetutën në përputhje me jurisprudencën e Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, dhe sot le ta provoj. Unë jam shumë i gatshëm që të shoh shoqatën e të inkriminuarve, të përjashtuar nga pushteti publik, kjo është politika që i bën t'ja lëm tyre të bëjnë të shoqatën, jam gati t'ja regjistrojmë edhe si OJF-n. Edhe ajo se duket kështu si blasfemi tani që të them që domethënë ky i kapur in flagrancë. Ç'më thënë i kapur in flagrancë? Nemi gjykatës? I arrestuar in flagrancë. Pra i arrestuar policia është gjykatës? Jo, është gjykatë. Atëherë brenda 40 orësh gjykata vlerëson. Si çka kjo, i arrestuar, ai ka pistoletën në dorë, larg nga shembulli i konkret i këtij prengës. Procesi Simpsonit, O.J. Simpson andej është gjithë Amerika, domethënë që donte të dënojë dhe nuk u dënuar. Që i kishte vrarë ai. Që ai u arrestuan flagrancë. Se unë e mbaj mend gjithashtu atë çështje. Sa raste të tjera kemi që një me patllake në dorë, domethënë se e ka vrarë, dalim me thënë se e ka vrarë, e ka plagosur. Ju e keni me që morët një shembull. Ju e keni pasur që ajo që quhet si Dream Team e avokatëve. Ja pra ka zgjedhore sepse është pra flagranca. Ju më për të thënë që ligji është ne na flagranca për vrasjen ka një provë shumë fortë. Ka një të vdekur në kush është polici që vërteton që është ai fajtor po pra gjykata po priteni gjykatën për vendimin e rastit konkret. Në momentin kur gjykata vleftëson masën e arrestit në flagrancë, si vleftëson, po ashtu e ka parë të arsyeshme, është e ndërmjetme. Gjykata ka parë provat mjaftueshme që provojnë që arresti në flagrancë një personi është i vërtetë, se mund të ta rrëzojë, po rrëzoj nuk aplikohet kjo që propozojmë neve. Në qoftë se vleftëson pra arresti në flagrancë është i ligjshëm, atëre personi nuk e humbet mandatin, pezullohet, deri në momentin që shpallati pafajshëm. Nëse gjykata tha që mund të presim gjykatën t'japi vendimin. Janë dy gjëra ndryshme. Zot Bylykbashi. Janë dy masa. Se duhet kalim të reforma zgjedhore. Një pyetje të fundit. Venecia thotë që ka probleme me vetin të gjyqtarëve. Venecia ka probleme në mënyrën se si do bëhet vetting për gjyqtarët. Jeni dakord se shkelin të drejtat e njeriu dhe komendet ndërkombëtare? Së pari, ti thuhet një grupi ekspertësh nivelit lartë, që kjo që keni bërë, cënon konventën e drejtave të njeriut është shumë e rëndë, në fakt, në të drejtë. Që aty e merr lumi atë çështje. Ti mohosh dikujt të drejtën për t'u ankuar, qoftë se është gjyqtar nuk do të thotë je kriminal. Është jashtë çdo lloj binari kushtetues dhe logjik. Së dyti, Venecia i thotë, ky proces vettingu kaq i gjatë është i papranueshëm, thotë, duhet të jetë shumë i shkurtër. Pra nuk mundet të mbahet sistemi në tension të vazhdueshëm. Atëherë, neve flasim për një proces i cili duhet të ketë një kozjatje të mjaftueshme, të arsyeshme. Okej. Dhe nëse këto nuk zgjidhen, vettingu, kështu siç është menduar, është problematik. Sigurisht që ne nuk pranojmë që trupa, komisionet që do bëjnë vettingun, të jenë të zgjedhshme me 3/5, do të thotë të zgjedhë Edi Rama sot. Pra, mund gjimi zgjidhje tjetër? Këtë në këto dashje zgjidhje Edi Rama, po dalim te reforma zgjedhore. Si, po më fal, një sekond, 3/5 ata e ka. Tani, ato 1 milion votat, në fakt janë vetëm 50.000 vota më shumë se nga 2009. Reforma zgjedhore. Dhe gjithë tjerat ishin të LSI-s, edhe ata anatemuan LSI-n për korrupsion pa fund. Reforma Po zgjedhore. është pjesë e këtyre që bojnë sistemin e drejtësisë. E kanë në qeveri, në fakt. Në këtë klim politike. Po pra, pikërisht për ne. Zënë Lorese, në këtë klim politike që kemi aktualisht, reformën zgjedhore është si një mundësi për të bërë realisht një reformë të mirë për të dhënë fund çdo problemi në zgjedhje? Në fakt, me mënyrën se si funksionon tani i gjithë parlamenti, mendoj që do ishte naive nga ana e gjithë njerëzve që të mos kishin
një perceptim skeptik për mënyrën se si funksionojnë të gjitha reformat në këtë vend, jo vetëm reformat zgjedhore. Kështu që pa asnjë dyshim edhe reformën zgjedhore shikoj në këtë këndvështrim skeptik që palët në fund fare mund të bien dakord vetëm për gjëra që ju interesojnë të dyja palëve kryesore apo të treja palëve kryesore në momentet fundit, siç është kultura e politikës shqiptare, edhe që pastaj aprodhon sisteme totalisht gabuara. Ne nuk dim ende nëse ka në një propozim për të kaluar nga sistemi në cilin jemi në një sistem tjetër, edhe ndoshta kjo ishte një nga pyetjet që kisha për zotin Bylluk Bashi. Ajo që është një detyrim padiskutueshëm për Shqipërinë është të trajtoj dhe të zgjidh të gjitha çështjet që ngrenë Subai Odiri. Dhe janë jo pak, po janë dy palë rekomandime, 2013-2015. Për fat keq, mazhoranca nuk bëri asgjë mbas 2013. Një kjo, dhe është goxha punë, ju siguroj. Jo të gjitha çojnë Dhe s'ka shumë kohë. Dhe jo të gjitha, po shumë janë edhe të thjeshta, mund mos jenë aq komplikuara, apo boll të ketë vullnet dhe bëhen dhe shpejt. Jo të gjitha janë ndryshime legislative, kështu që një pjesë janë kushtetuese po thua. Jo, një pjesë jo janë kushtetuese, janë detyra për Komisionin Qendror Zgjedhje për shembull, janë detyra për Ministrinë e Brendshme. Janë çështje të tilloj. Por mbeten ato rekomandime të mëdha, vullneti politik, që do thotë, nëse mungon vullneti politik ose vullneti politik është i keq, ligji nuk është recetë as për të zëvendësuar vullnetin e munguar, as për të mbajtur vullnetin e keq negativ. Nuk e bën dot. Që ne jemi drejt gjithë neve që jemi skeptik pastaj. Jo, po kjo është e vjetër para se fillonin reformat konsensuale, është e 2001-shit dhe vazhdon të përsëritet. Dhe ne kemi ecur dhe kemi përmirësuar kodin zgjedhor. Ajo që ne duhet sot të bëjmë dhe me domosdoshmëri absolute është që të rikthejmë kushtet për zgjedhje të lira të dershme. Në fakt termi është zgjedhje të vërteta dhe demokratike. Pyeti për sistemin do ndryshohet zon Lurasi? Çdo sistem përveç që gjithë sistemet janë demokratike. Kërkon vullnet politik për të zbatuar. Gjithë sistemet janë demokratike. Të di, për një drejt për drejt. Jo, tjetër gjë po them. Sistemi listave të gjithë sistemet të gjithë sistemet zgjedhore dështojnë kur nuk janë para kushtet bazë për një proces zgjedhor të ndershëm. Që do thotë, listat e zgjedhësve sot po rikthehen me problematikë të madhe. Kemi një qeveri që në 3 vjet ka dështuar të bëjë edhe gjën më të vogël në lidhje me sistemin e adresave. Dhe sistemi i adresave është guri i themelit. Neve e quam deri tek vendosja e tabelave të tjerë, dhe tani duhet bëhet, kjo qeveri duhet ta bënte brenda 3 vjetësh duhet ta kishte bërë disa herë popullimin e sistemit të adresave. Do thotë, lista e zgjedhësve do të përcaktonte nëse Oerdi apo Irisi do të ishin eksakte qendra votimi dhe jo diku tjetër ku vendos kryetari i bashkisë. Durrësi ishte model se si mund bëhesh pikërisht të manipulosh kjo. Financimi fushatës që Temra Ankilit. Financimi fushatës, ne kemi lançuar një test Ti je i besueshëm se raportimet që bëjnë partitë politike janë qesharanke. Për financë. Financimi, do t'ju them dy gjëra në lidhje me këtë. Së pari, Greco e vlerësoi sistemin ton të financimit, e vlerësoi në përputhje me standardet. Unë besoj që nuk mjafton. Si që partitë e mëdha kanë shpenzuar 700.000 euro për zgjedhje. Kush e beson atë? Aq nuk bën një aktiviteti për mbylljes së atyre fushatës. Greco certifikoi vetëm ato që i paraqiten në tavolinë. Kjo është shumë e qartë. Që dikush duhet të bëj investigimin. Jo, Greco ka vlerësuar ligjin. Çfarë është e shkruar është shumë çështja është ta zbatohet. Unë prapë besoj që është e pamjaftueshme. Se ne po bëjmë një propozim tashmë që është shumë i fortë. Ne kemi shkuar deri aty sa të propozojmë 100% financimit publik, mos ketë financim privat. Kjo ka ndodhur, për shembull Belgjika, kjo ka ndodhur, Belgjika e ka bërë këtë lloj propozimi, e ka bërë këtë lloj sistemi, pikërisht mbas një numër skandalesh në vitet 90, një skandale shumë të forta, financiare politike. Si këto të Panamas. Jo, financim politik korruptiv, po themi, me probleme të rënda. Unë besoj që korrupsioni politik është themeli i gjithë këqijave që mund të... Tani, ne propozojmë që mos bie politika të jetë pre e paras edhe aq më keq kriminale, qoftë korruptive apo krimi organizuar, ta pastrojmë. Kjo bëhet duke ulur koston e politikës dhe shqiptarët nuk kanë pse pagojnë një çmim të lartë. Mund të pagojmë shumë para nga buxheti i shtetit, po është akoma më shumë para që merr në mënyrë nga privati, që dikujt do t'ia kthesh nesër me tendera, koncesione etj. Zoti Bylluk Bashi, ka një vlerësim se sa mund të kushtoj fushata për një parti politike? Keni bërë një vlerësim paraprak? Unë besoj, po ja, për shembull, keni parasysh në vlerësimin tonë dhe qoftë të dy juve keni eksperiencë se ç'është, po themi, fushata. Po ne na rezulton që kandidati për Tiranë i Partisë Socialiste, kryetari i bashkisë aktual, ka harxuar 2 milion euro
publicitet, spote publicitare. Është një shifër e frikshme. Me të njëjtën llogaritje e keni bërë dhe për kandidatin tuaj? Sot nuk ka një verifikim kësaj. Dhe një nga gjërat që ne do kërkojmë me forcë është që partitë politike në fushatën zgjedhore të deklarojnë shpenzimet e tyre, duke prodhuar instrumenta matës. Ngrihet një OJF dhe thot, më ke deklaruar ti 100.000 euro për spote publicitare, po me aq sa ke bërë ti, me këto çmime që janë, më rezulton 500.000 euro. Ke bërë kaq billboarde, më thua kaq billboarde kanë kushtuar, po unë kam numëruar që ke 2 fishin, dhe të ka kushtuar kaq më tepër. Vetëm se kjo kthehet në një histori tjetër. Dhe ata që do firmosin do shkojnë në burg. Se kthehet ajo historia e spoteve publicitare që kemi thëmrën e Akilit, ke një kod zgjedhor që është i miratuar me bekimin e të dyja palëve, edhe në fakt po ta shohësh në realitet, asnjëra prej palëve nuk merr masa në momentin që numri i spoteve publicitare që janë të shkruar aty me numër, janë të shkruar me numër, janë 30 minuta për secilin kandidat gjatë gjithë fushatës zgjedhore, ajo ka mbaruar edhe nuk ka marrë vendime në lidhje me. Po kjo ka vite. Jo, sigurisht është shumë vjetër. Kjo është një histori jashtëzakonisht, një histori jashtëzakonisht shumë e vjetër. Dhe ti nuk mundet ta kontrollosh më pastaj, sepse në momentin që të dyja palët kanë rënë dakord që ta thyejnë ligjin, ku është më pastaj kredoja e besimit të palëve ke njëra tjetër. Duhet lutem se kameroni që një çështje tjetër. Bijem dakord ne që shitblerjen e votës dhe gjitha fenomenet të ngjashme me të, nga thjesht shitblerja e votës ti kualifikojmë siç e bëjnë shtetet e tjera korrupsion. Kjo do ishte absolutisht. Dhe në momentin kur e bëjmë korrupsion, është byroja kombëtare e timit dhe prokuroria e posaçme që do të merret pastaj me politikanët lidhur me këtë. Pikërisht prandaj njerëzit i kanë sytë këto elemente. Ka tema nga më ndryshmet. Dhe një çështje shumë e lartë. Ne kërkojmë votimin elektronik gjithashtu. Listat e hapura, shkojtë votimi. Listat e hapura. Listat e hapura është vetëm një aspekt. E para është çështje kushtetuese. Është në kushtetutë sot. Po e ndrojmë, do të bëhet reforme plot kushtetuese, thoshte zoti Basha. Po pra, dakord, po kur do diskutojmë të gjithë kompleksin e gjërave, pra nuk bëhet thjesht listat e hapura. Listat e hapura për dinin tuaj është vetëm një nga elementët e një sistemi listat, flasim. Një sistem proporcional, ka shumë më tepër se aq. Po nuk është vetëm një nga elementët, sepse me atë listë ti mund të çosh njerëz që mund të jenë problematik edhe që s'ka asnjë shans që të votohen nga njerëzit, që i njohin lokalisht ata njerëz. Dhe ti me ato listat të mbyllura i bën njerëzit që të votojnë për partinë, apo jo? Po për fat keq, mund duhet ta them, ky është një gjykim komplet ex cathedra. Sepse neve listat e hapura në një version të tyre i kishim deri në vitin 2005. Dhe ajo që u provua, komenti një ekspert ndërkombëtar nga më të mirët, i Odirit ishte, ajo që kam parë në Shqipëri me këtë votim preferencial që bëni ju, është mënyra më e shëmtuar e vjedhjes, ku shoku vjedh shokun. Pse? Sepse kandidatët e partisë fillonin konkuronin me njëri tjetrin dhe jo me kundërshtarin, si për t'ja hedhur dhe për dalë më lart. Kurse në fakt kjo është një çështje, gjëja kryesore që duhet bëjmë elektorale tek ai njeriu ku ndahet vija. Numri 1, 2 nuk lufton fare. Bën fushat çekin e vet. Ai numri që është i rrezikuar, ai bën vetëm fushat. Nuk është çështje. Ajo që duhet diskutohet është garantimi i standardeve të procesit zgjedhor. Më pas i mbyllëm të çështje diskutojmë të tjera. Arion, kishte diçka që ta përfundova? Jo, kam diçka domethënë që u vure më një herë kështu hapur, domethënë për reformën zgjedhore, zoti Bylyk Bashi na dha shumë lajme, po të gjitha domethënë interesin e Partisë Demokratike se doan ta bëjnë reformën zgjedhore. Dhe tha bile që është një soi e rëndësishme sa reforma për drejtësi. Kurse për reformën drejtësi ishte skeptik. Pra, kushtëzimi radhës për reformën drejtësi do të jetë reforma zgjedhore. Dhe këtë mund ta bëj PS-ja, kjo është loja. Çdo 4 vjet një mazhorancë parlamentare. Po reforma në drejtësi nuk është ajo që do kapi të gjithë ata që do shtrëmëronin zgjedhjet. Po prandaj vura bashkun. Kush do t'i dënoj këta që do shkelin zgjedhjet? Po pse këtë doni ta bëni dhe atë jo? Sepse këtu keni shpresë legjit me të drejtën tuaj që të merrni pushtetin. Normal, atë jo. M'fal. Ne jemi gati që të bëjmë të dyja në një kohë. Kjo ishte emisioni, këtë s'po bëni. Edhe Rakip Sulin çoheni në kushtetuese dhe reformën në drejtësi. Mos u çuditni që të bëjnë një gjë çuditni. Jo, e thoni këtë. Nuk e thoni këtë. Që çohen nga Komisioni i Reformës Zgjedhore dhe mos ketë reformë zgjedhore. Po do t'ja bëjnë për reformën në drejtësi, po, sikusht. Jo, një sekond. Neve po ta vini re nuk i kemi lidhur me njëra tjetrën, janë dy të shkputura. Sot kishte mbledhur Komisioni i Reformës. Po ju po lidhni Rakip Suli. Dhe po nuk ka lidhje vendim Rakip Suli me reformën zgjedhore. Janë dy gjëra ndryshme. Okej, kam përfunduar kohën. Faleminderit Vojt Bylyk Bashi, faleminderit Risu Arasi, Arion Sulu, faleminderit ju për vëmendjen. Natën e mirë, shihemi të mërkurën.